Unë armën e parë në dorë që e kom pas pi babës. Pas një revole me mëllë. Ditën kërë kom pas unë në ditëlindjen, me 15 kore ka vërës baba. Kjo ka konë e letë. Na jemi 6 vllazën. 3 për nebin kanë në luftë. E kom shti grykën e kalashit në dorë edhe e kom shti gishtin e madh. Bashkë qështë që. Nuk bani dorë rapun me pra vetën. E kom zërë granatën e dorës, ja kom heqë 15 sekonda i ka masi tja heqësh siguresin edhe e kom shti mes kombe. Prej që bashkëvërtën s'kaq. S'tan. E marrë në dorë qëtë që, se kur i më thot ja ke heqë siguresin edhe po dhe pësë është ka shkërtën. Kom dhe në pushës për token, dhe shkua kanë teqë dhe shkruun edhe. S'kem shajbu. 5 gjerdat policë për para aty, edhe një medium që aty, unë servishtën se di edhe sot, se një. Ta shëpilin një vlau më ka pas veta e përshka dyqysh si në të keshën ki pas najt një. Si në keshën. Ish një për fundi ai polici edhe më thot, fol. Atin, unë atot vetën. Revolën dorë. Qëra ta dëshën me galzu që i kemi zënë, se na uniforma jem, a konë uniform prafërsisht si Amerikanëve. Ujë nga bishin me pi, fillu me pi urinën tonë. Ishtë siklet. O, thmijen, brëtër të gjë. Asa i ta, e kanë zërë revolën, e ka shnif shpejt, fshejkin në cevë. Dysë supovë që në kënë nga tina, e kënë ngre. Edhe fshejki qështu vjen. Qumë, për mi krytemi. Po, aja flaka barutit vëq mu më ratër e vetë. E kështë në zërë gardioni revolën, edhe më thëtë, sheta i që ta në kësha mësu. Shetit. Hece jetë 2 hapa, shumë kom. Së në hecëshë. Tja me revolën e t'ja shtin në goj, o ti gardionit. S'ke filmit të shkobo, ma hinën tonë, të nuk di shë ka bëmët. Tha në qëfë si do me vro, tha, ka vroje. Vroje tha që të kushtë. Tha, po balë mos, a përshet si së shënë gjendi me hecë. A i shkon një farë Milazem Bytyqi, gardian shqiptar, i fshatit Mlanaviq, ose Shkoz, të ashtë. A i më ka këfjellë dhe i mordë në jetë, rezultati durve të Afrimavdës. Ai më ka najtë gati si fëmijës vetë bre. Tash, në të gjendje që fare isha unë edhe më ndrojke. Në për kuptën, ti ishe pa leves shumë. Më thë, sa hitin thakën, bro. Me Sahitin ishtë marrë bashkë në luftë. Së di, më do që më ra burgje për mi edhe së sheshë për qeshë. Më therë sa ko mujtë për ndim, më ka afru Nejt Hasoni, edhe ka vdek në dur të Nejt Hasonit. Kretë që ka mujtë me avonë, që dashke me analë, për gjofi së nalke, i ta në onë. Terë dhe shumë qakë, prej qapa, kretë i rakë shtu. Albinin qëfëse e ka pru dikush ku është qitu, e ka pru Liburni. A njerë ju ka pas përkushtu me tonë qenjën ati njerë. Pa i më thata unë shonë të armë ta president Republikës Kosovës. Ta shumë një më kanë pi pjestarëve të ushtrisë qemëtarëve të Kosovës. Albini ka najtë shumë e mu, për me ka najtë shumë. Ka najtë edhe me VB Muharremin, edhe aja zanë me emblemin e ushtrisë qemëtarëve të Kosovës. Plotjeri mi konë na. Pa i se di me këta politikantë ka njëherë për më doke që për gjëllëzoj njoni që jetin ma tjepër së sa duhet. E ka pas një parë humori interesant ka njëherë që ka njëherë më dashke mas 2 dite me keshtë se mërësha veshtë porën. Shumë ka pas për me orë që të ku jemi sot. Shumë. Unë jam Isak Foti, vivë për fshatit Ratkovës komunës Ravecit, i lidër me 15/7/1974. Veprimtaria jem ka fillu qysh moshë 3. Fillimisht bashkë me kryetarin aktual Smajl Atifin. Edhe pastaj ka fillu me bashkangjitjen e radhët e ushtrisë qendrore të Kosovës, deri në arrestimin tim pastaj në 98-ën, konkretisht me 18 korrik. Dhe kështu është në pikat shkurta kjo pjesa e prezentimit tim. Realisht mu vjen shumë keq që baba jam, ka vdek në moshën 74 vjeçare,
vjen keq që nuk e ka përjetu luftën. Është për të parëve që nga ka frymzu. Unë kujtohet kur si ri, kur po të shpall kushtetuta atëherë në Kaçanik, 92-ën, atëherë në atë ku delegat, nëse s'gaboj, po të ndalë në egzil, në perëndim. Baba në nisha të fol vetë me veti si i ri atëherë. Nuk shkon të kështu. Bon Republikën e dil egzil se rok. Bon Republikë e dil Malta i ka diçka tjetër. Do të qysh herë do të baba na ka mësuar këtë drejtim. Aty në fillu faza parë, pastaj aksionet e parë në kry 93-ën, bashkë me kryetarin aktual Ismail Latifin, ka qenë një kohë edhe Halil Krasniqi, një pjesë e njerëzve, ku aksioni ka pas më kry në fshatin Ratkovës aty. Në bashkëpunim me kryetarin, e kemi pas përfundu kogja me sukses. Aja konë shumë i interesuar me fillu luftën. Dhe unë armën e parë në dorë që e kum pas pi babës. Pas një revole me mulli. Kogja më doki interesant atëherë në atë ku. Edhe çdo herë më ka shty që ti duhet më mësu me përdor armën. Dhe qysh më shtrej. Edhe kjo më ka frymzu kogja shumë. E baba, Hysen e ka pas emrin, Hysen Syla e thirrët. Akon çdo herë interesuan që lufta se nuk mundesh me heq armikën shekullor ti pa një luftë. Faktikisht ai natë kohë që unë muj me majt me anë pikat shkurta kur më mbledhshin në Odë, nuk njëmon kërkush thekën qëfësi nuk e nisish vetë. Ka pas çdo herë. Kështu ka fillu me plakin. Po nuk pat fat 97-ën, ka vdek edhe foti keq që unë atëherë në atë kohë nuk jum kon në Kosovë kur ka vdek. Nuk u mujt me marr pjesë as në varrimin e babës, sepse 93-ën në qershor, nëse s'gaboj 93-ës, u detyrova me ikë për gërbet. Jo në legalitet, faktikisht im shku në Gjermani. U lypshin atëherë jo për ushtar, me shku jo rekrut, ka pas që safar provokimesh, vllazërit ishin për jashtë, përfundova shkollën e mesme, edhe në atë kohë patën fillu vish me ra grupet e para, disa dullën e ilegalitet, si rasti Ismailit do të Ismail Latifit, aja kon atëherë në atë kohë nuk guxoj që më shfaq as të shtëpia vetë, se ishë në ilegalitet. Atëherë unë pëta nisë për Gjermani në atë kohë. Edhe në Gjermani, imi konë pas mas një kohë, ram 97-ën faktikisht, erdhe dhe Sahit Krasniqi, tash dëshmor. Biseda me ton, komunikim me ton, filloj një farë gazete çlirimi u shpërndak edhe atje në Gjermani, me ato aktivitetet e tona që mundoshëm njerëzit faktikisht mi shty që duhet me hinë në luftë. Edhe deri në kur kemi marrë vendim, do me thënë më kry, në maj, kur konë nëse s'gaboj 12 maj, kur kënë fillu luftimet e para në pjesën e rrafshit nga Gegja e për Kramovik. Edhe u granatu fshati jonë, fshati Ratkovës. Aty ma vishë morëm vendim që duhet më kthy për luftë bashkë me Sahit Krasniqin, Avni Gashin, edhe 2 tjerë, një shok i Gjilanit, edhe një farë Mstav Grelica, ka qenë i Grelicës. Atëherë u morë vendimit, me thënë që na duhet më kthy se s'ka qetër. Mas 5 vjetë i rasë, 93-ën i ndalë. Në qershor, faktikisht të 98-ës, jemi nisë bashkë me këta shokë, me një makinë. Makinë e kemi shqitë në Shqipni. Edhe në Shqipëri në ka prit Florim Gashi, vllavi i Sabit Gashit, të Orllatit. Aty fillimisht kanë fillu mërgjimtarët me ardhë dhe këshin bo një farë tip baze, ku stërvitjet për
kondicion, ne I bëshëm buz detit, u qoshëm kogja herë, dikun orët e hershme të mëngjesit, ora 3:30-4 mëngjes, derisa fillojshin qytetarët me dalë në plazh, se ish koverë. Edhe stërvitet ushtarake I kemi kry në afërsitë të Tiranës, u thirr ke poligoni Agron Rahmani. Ja këshin pas në gjithë emnin Agron Rahmani, se na interesoj, se Agron Rahmani ka qenë pjesë e lëvizjes kombëtare për shtërimin e Kosovës. Komandanti kemi pas për stërvitje ushtarake Adem Shehun. Ai na shpjegoi që ky poligon e ka marrë emrin Agron Rahmani sepse është pi celulave të para që I kanë kryer stërvitjet këtu, në çat poligon. Aty kemi ndajt tjetë 2 javë kemi bërë stërvitje, pastaj në mënyrë të organizuar me 20 vet, I ardhur deri deri në Krum. Në Krum na kanë prit njerëz që ishin të dedikuar me na dhanë armatimin. E kemi pas obligim se secili prej njerëzve që u futshin në Kosovë në atë kohë, u dashke me marrë municion për veti, por edhe për një shok që nuk kam rrinj me ardhë në Kosovë. Domethënë, gjithçysh I detyruar mi pas 2 pushk me veti, edhe municion për 2 vet. Me të drejtën Koxharallnin kon, dikon rreth 42-43 kg kon një çantë bashkë me armatimin që I kesh për qelc. Edhe për atyshit I mi dal në kom, kemi kalu kufinin, bile mu më kujtohet Adem Shehu atëherë, generali më thot, qërë një kalim I vijës kufitare, I armatosur, me një grup njerëzve, 20 vet, llogaritet një betejë fitume. Sepse municioni ish në mungesë në Kosovë, armatimi ish mungesë. Dhe qashtu e llogaritke ai generali atëherë në atë kohë. Na kanë prit në fshatin Mozrek grupet që ishin te pi fshatit Ratkovës atëherë, edhe I mi fut në Ratkovës me, nëse s'gaboj, ka fillimi qershorit. Smali ka bashkëpunu me njerëz, por nuk ka bë grupet mëdha të bashkëpunimit herë. Ka punu 2, 3, ka pas raste kur kum di diçka tjetër s'ka ditë fare. Kur ai kujtohet në 93-ën patën fillu serbt me djeg librat në biblioteka shka ishin libra shqip. Edhe na kemi pas një bibliotekë në fshatin tonë, fshatin Ratkoc. Edhe atëherë në atë kohë si ri nuk disha, po s'mojnë e dike që unë I kom 2 armë. Edhe po ta merri 2 me veti edhe kemi me shku dikon, po në pam kallzu kemi me shku. Merret edhe traktorin me veti. Mora traktorin edhe dola me një farë pjesë ku e shumë lanë më taku. U ersu, dhe me thonë u bon dikon ka ora 12:30 si natës. Edhe ku shkova atje, takoj Halilin, Smajl Latifin, Jaha nëse s'ka bën, ja Hoti, edhe kush akon dikush tjetër. Edhe pa thot që nisëm. Tash Halili mi thot, është mirë mi kallzu njerit ku bashkona njerë. Se fill për balë bibliotekës ishtë stacioni I policisë në Ratkoc. Atëherë jemi shku tonë bashk, na kallzoj, thasni morëm me veti, e kemi thyt derën e bibliotekës, edhe kreti kemi marrë librat që ata I djegëshin atëherë në atë kohë dhe I mershin e I azgjesojshin, edhe me batari, në qatë kohë, kur hinëm në mranda, dikon dhe kish autorizu, kur nuk e di kur shakon, e kish autorizu smali që me nalë rrujmën në trof. Unë ndërprej rrujma, kur një krisma, dolen ata për jashta, 2 rri shumëroje me armë për jashta, po tjertë hinën mranda, 3 tjerë hinën mranda dhe I moshin librat, edhe kur se para kishte I kanë vëzhgu ku janë librat që moshin më marrë këtëve. Atëherë e pon ata që s'është diçka dhe rrujma u nalë, jenë hi mranda dhe si ndalë policia për jashtë. Ne kemi marrë tani librat, nikun ja 4,000 nëse s'gaboj, edhe në krasë se cili ka një thes, edhe kemi qu te traktori. Patëm I qume në fshatin Pataqan. Po ku shkume atje u kriju një qasi rrethone që nuk I lam aty librat, edhe u dasht me qu me kalu në për Rahovec, I bishëm për afër stacionit policisë në Rahovec, edhe dash kemi qu në Hoqë të vogël. Edhe qashtu I kemi qu, dikun ka ora 5:30 nëse s'gaboj
imi këtu në shpi. Kjo akon pitë parve si aksion. Pastaj, ma nuk e di kur që shabo me ato libra, ka kanë shku, pa akon për aksionve të para që unë e ku marrë atë vullnetin që okej, për këtë vend për një me duhet më janis me bo dishka. Unë vjen këtë që i ku më harru dhe nuk ku mujtë me mbajt men një emën që në mësejke në atë banesin kërë kemi pas i rishëm, i këndi ja 35-6 vetë, po ditën kërë i nisim 20 për momentin, si në kanë grupe që vishin. Vike dhe një general, edhe i Shqipëris, edhe në mësejke qërë duhet me punu me armën. Po bo shumë tonë rreth, miza unë nuk ku cojke kush me fëllë, sepse për një me ka pas disiplinë. Njëtën ku edhe në poligonin në Shtarak ku shku, poligoni i jashtëm, që o thërë ke poligoni Agron Rahmoni për përsëris, edhe aty kemi kry stërvitje të lodhshme, goxhat e lodhshme. Pastaj stërvitjet e kondicionit që i bëjshëm, që ti u dashke se në tregojshin që ti ki pesh me veti. Nuk mundesh me shku me 2 kila me kalu molin ti me një karikaturë më të tash, po i kishe 40-45 kila në qondë. Akon që asilloj e organizune, Florim Goshi, vllau i Sabit Goshit, ai në ka najtë gati për gjithë shka edhe kërë bëke ora 7 e mëngjesit, na po sheshëm aktivitetin në stërvitje. Sepse nuk dojshëm e ronë në syjt e qytetarët si shon ka bëndë. Rishëm këtë normal, sigur ku ka bojmë plazh, s'na gjeke kush, nuk hetë shumë tub, edhe shumë ka 1, ka 2, adin që mas me ronë në syjt, edhe të këtë ertit datën kur u caktu koha. Disiplina për një mekon e fort. Si në poligonin në Shtarak, po si në pjesën qetër kur rishëm na të sistemun që imi konë në Durs. Ato ja bo organizimi. Vullneti ja konë shumë i madhe njerëzve. Në ato në kemi ditë si jem të pabarabartë. Do të diskutoj shumë me zveti. Po aq ish vullneti i madhe njerëzve të ri. Mara me që si prit kemi hinë Kosovë, alo si këshum kryna ato stërvitjet, ato tesër o ip ke urdni, tesër o bon ke organizimi, kur duhet me dalë me na prit, se ata ishin rjedhe, na nuk e dishim. Ty me vroll njerëzit me nëzisi pritshin me dalë, me nëzisi në nalge. Hara se keni radhen ju, ka grupi që ardhë para juve, do të vullneti akon shumë i madhë, sepse na kemi ditë që lufta është pa barabartë. Në qoftë se ata të kanë gjujt për 24 kilometrave, ti e ki ditë që maksimumin që e ki ka lash në dorë 800 metra mund është me gjujt edhe cilin është efekti i plumit në 800 metra. Gjësë si vullnet kënë pas njerëzit. Nuk e mendoj këtë vdekin hiq. Hiq bre, hiq. Rrugës na diskutoj shumë. Po me bo më vra. Dikush të se e ki pjesa janë të këtë përjen gjesin për një rrugës e emnin tonë, ose një shkollës, ose... Adin diskutoj shumë kështu. Për një me njerëzit kënë pas vullnet. Përbes, sot nështë ta dikush mundet me fol kalaj. Veç me ngarku vetën, me armatim. Mi bojt 45 kila në shpinë. Edhe mi prun tek të erdhin Kosovë, në ato bjesht dhe pisura që në kanë. Sot është letë me fol për këtë tavolinës. Letë me thanë, hajtë se ku gjosë kënë po. Letë është me thanë sot dikona që hajtë beses, nuk konë qështë. Ata njerës kënë hekë. Ata njerës kanë hek, ata njerës e kanë dha jetën, plot për atyve në kufi. Se e kanë pas një qëllim, qëllimi e kanë më shleru që këj vend. E ju tash dikush për fundit a gjogit atje me thanë, hajta se s'ki bo për gjë, prit bërse kanë bo që ta njerës, prit bërse a derë gjak që ta. Nuk mund është me thanë ti e me shkavin dikona se bovakin trup tina ka plagë që ti nuk i dish. Edhe nuk mund është me thanë ti e me listën serve. Nuk shkon për qështu. Nuk shkon se jenë akuzat pa baza të dikona që nuk e ka analizu mirë shka vëtë dikot. Nuk e ka këshur me atë synjen që prit ma njëherë, so plagë i kanë trup që kënjëri. So vetë i ka të vramë që atje. Ku të qohet për gjumit, ku mundet në shku mas pojë, se nështë ta shkon të qej shok, ose shkon, para si me dalë në punë, shkon për kullet para shtive varve, atëherë nisit për punë. Sot i qysh më dogot pak, i mi dalë për vetës, veç pse i teke dikona si ta thamë që tonë, ti e me shkavin, për besë është e rëmë.
Ditën kur kom pasur në ditëlindjen, me 15 korrik ka vërozë baba. Kjo nuk ka qenë e lehtë. Se ka qenë e lehtë, po na ka mësuar vetë që duhet me dëru. Vetë na ka mësuar që pavarësisht rrethonave, sakrificave që dalin, sfidave që dalin në jetë, ti duhet me ballafaqu. Na jemi 6 vëllezër. 3 për neve në kanë luftë. Vllavi Selia a kthy për Zvicrës, unë më kthy për Gjermanisë. Vllavin Vilin e kemi pas këtu dhe kanë për celulore kohët parë, kështu, sidomos furnizimit e armatimit në fillim. Pastaj mas datës, mas shtatorit, jenë organizu, akon kohëgja i zoti edhe në Kushare. Akon për djemve kohëgja, do të djemë të ratë kovë si ti përmenin shpesh në për edhe intervista, Hysen Berisha e tjertë, Anton Qunin e këmë një shumë njerës tjerë që i përmenin si në kanë për një mes shumë të fort. Edhe 3 vëllezër mi kanë të kyqen aktiv, unë tani pata fatin rryshe pakës, mirë po ata nuk e kanë nalë rrugtimin. Ne kemi shtryp në fshatin Sëpniq, është një fshat afër aty motrën e kam. Edhe kurse arroja tani për të vëgjel, ko gjatë pa i po dhe ishin rrit, në qafe, më do këtë si, tash, isha ajo krenaria kur njerëzit dullën në për drejtare, dullën në rrugë, se jemi kanë për grupit të parë që jemi orë të armatosën, në njërë të organizune, që jemi hinë qatë frim, edhe me uniforma, pavarësisht krejt jemi kanë të njëjta. Se cilë për neve ka ble uniformën atje, si kemi marrë uniforma kështu që në kanë. Ajo, të dha vullnetin, 5 fish më të madhe. Tani prej e tyhit, me një traktor tjetër, shku më shpi, në Ratkovës, Vilia i vllavi tha, s'mujta tha me të nale, se u pat monuaj, se ish aktiv këtu me smaljen, me atë 10 e parë që në kanë të organizime, në kanë një 10 vetë që në kanë koqat të organizu. Tha unë, si shajri, 23 vjeq. Tha, s'mujta me të nale. Si pa të qua dhe ata 2 vllazën e të qerësën. Erdhën ata ma mosh menën që jenë bollë 2 atje, plus vllavin e madhe kishëm aty. Nashta na muna me ndihmu me mjete financiare, ku di unë, ata e parë që na kishëm vendosë, unë edhe Said Krasini që na kishëm vendosë më ardhë. Vish me na pas lidhës, kush që na bajke ma aty, s'kish hiq. Edhe tani bashkë me to, me Vilien, me vllavin. Erdhën na morën dikur ka ora në mëngjes, ka ora 4 e mëngjesit, na bashkuan komplet ushtarë që ishëm. Edhe thanë që duhet me shku me organizu pikat në fshatin Fortes, Ballacark, të komunës Shravecit. Ish pik lidhëse rrugë regionale që e lidhë ke Ravecin edhe Hoqa Madha nëna. Edhe shkijet aty ishin u dihke që ka me pas luftë dhe front këgja flakt dhest. Me datë 17, korrik, kemi qitë piket e para. Me 18 me mëngjes herët, veç që kemi gjitë edhe barikadat. Kemi kam pas organizu me një farë bojleri, tjerët e kanë bo. Unë veç e disha ku është vendi dhe lidhja që ishtë bo me generator që në rastin konkret duhet më dheza, jo. Një bojleri mushën me trotel, me mjetë tjera, veç për shpërthim. Fillimisht më mblan me një farpike shumë lartë atje. Nuk e di shumë strategjin, tash na jemi kanë 3 dhe jemi kanë të pa përvoj. Na majke vullneti gjallë. Edhe dyqysh më dokë që më latën shmangët. Jema ta shumë këtë sri. Nuk moj me rrimë, du më shku kursijet baroti poshtë atje. Nuk moj me najtë këtu. Erdi kush s'pja për mendje emni, ta është mirë me najtë qëtu. Se dhe këtu na vynë dikush. A e kish pas ditë bëllë mirë, po unë si kisha ditë. Jo, ta shumë du më shku poshtë. Atëherë me një grup të njerëzve, dikon 8 vete mi kon krejt, me të më 7 në fund, jemi kon vija par me silos. është fabrika silosit, vija par e frontit. Mi pas një redu lidhje, po filloj mas me komuniku mirë, ku dion, edhe
Kanë fillu granatimet dikun ka ora 10:30, 18 korrekt. 98-ës. Ma merë kemen janë gjdo 2 metra bike ka një prejdhe. Gjushin për gradishit, gjushin për pjesës hasit kënena, edhe gjushin për Landovicës. Dhe më dikun 24 kilometra. Na kishëm kaj kalash në dorë. Qa që kishëm mundësi. A besoj që nuk merë këpër kush me ikë për atyshit? Teq, edhe bëshin hajgare me zveti u shtartë. Se unë ke ku ke bum, tash e dike kur më ardhër. E nishin njerëz të piskat, bingo, dhe më kush ta ka në fok. Qaq vullnet i madh i njerëzve për luftë. Edhe çdo 2 metra braro, për një tek të erti ka ora 2:30 kurs ja kanë shkuar të gjujt. Pitana onve. Atëherë kanë filluar me ordën e komsëri, por na mashtruan. Na këtë pjesën mrapa nuk e shishëm. Pjesa përpara i shishëm. Edhe gjujshëm. Ata bëshin hapa prara, po edhe mrapa. Një ato blind hecke asfaltit. Në mendje si pritshëm thëshëm, okej, vjen tek të erti të bojleri, po sikur ku ta di një farforme. Vjen te bojleri dhe shpërthen bojleri që orientohen. Kur ja kanë nisë me në ardhë plumat pip mrapa, vetëm të këqër njoni qëtën shumë ka bëndë ma tonë pa gjujna, se në tonë të kishë mrapa. Kur kom qu kryt në rëpjetë, shka me po, i shponë zese, e këshin thuj pikën që atje ku unë kisha monal, e këshin thuj atë pikën në altë, që atë dita plagos komandanti, Smajli, e kanë thuj pikën në altë, jenë hikështu, edhe në kanë dalë njeve për mrapa. U rëthum, radulli dhe s'punojke, me në njëftus kush Smajke, se ishin 2-3 pikat shprendarën, pjesa cilines, pjesa kënejna në ku ishëm ka silosi, s'pat kush me në remru. Radiolidhja ish jashtë funksionit, nuk punojke. Me të më 6 vetë vëllati, 7 realisht me mu, edhe rrugë qeter s'kishëm. Kënejna snajperët këtë s'nalishin vendin, tash në të kohë ti menojsh qysh shka duhet me bon. Edhe qysh mi pështu edhe njerëzit, po të njëjtën kohë mendimi jonë akon që, okej, tash lufta bëhet në për shtëpia, nuk i kush, me qatë qëllimi shumë ardhë, nuk i kush edhe lufta bëhet frontale edhe tash kalon edhe në për shtëpia, sigurile. E kemi gjetë një farë pjesë ku dashke me këcy, një farë si tip paslami akon, edhe nuk mushim në hetu kjo pjesa e pikumshit vinshin, pi balabregve të ishëm në. Ja ka njësë me këcy, për një farë, kemi pas ato gjyksorët, ku i kishëm karikatorët edhe bumet. Ajo bashku u dashke me hi atje, u kap këtë gjyksorja. Okej, tash unë pari këtu ju këceni. Edhe ka jo i kom heqë, tonë këceshin. Mes në ty akon Milaimi, Milaim Latifi, akon Roma, akon Sokol Morina, Nisret Hoti, edhe një djali Bëllacerkës, nuk më kujtojtë për momentin në emni. Edhe këta krejtë kënë këcy, edhe me ta vetë. Tash gabimi nështë ke jemi pak sepse tash bojleri nuk ka shpërtuj, autoblindave që i shafru ko gjafë. Edhe marrë unë shkoj të qashtu qysh mo isha se disha ku në shpia, marrë hi mrana atje për me dhes generatorin edhe me shpërtuj autoblinda. Ati mi qërin tu. Kur shkoj, kush ka mujt me vakën pas një pararoj ata. A ka bona i kush që unë nuk e di, po kabla e generatorit akon e këputme. Nuk mujta me mrinjë dhe unë vanova në hapa. Edhe me ta vetëm. Me ta vetë. Këmë kësy zidët njënë mas qete që ashtë mes plumave, s'um ka pas një, edhe rasisht e takoj një sredin edhe Sokolin. Tha në pahim qitu, ko një farë tip si shtallë. Okej, hinu mrana, një vrim, që u sheke pjesa në rrugës magjistrale, që shkon për drejtim të Ravesit, përshohen veç tanksat, autoblindat, ushtarët, pra militar, kishin mrejnë veç muri neve në dajke. Ve faktikisht në ishëm të rëthu. S'kishëm ka me shku. Rrugë qeter s'pat, tash kjo, na me pështu gjallë për që të ushit jo. Edhe marrë dhe ezi një cigare, unqët. Dhe ezi një cigare dhe
Skoli për thamë tash në rëndë që i dalëm s'kem, ta mësë edhe cigaren ta se në një tjera e cigares. Se qështu ishëm të mësun, me pas kujdes në gacën në tonë ato, thash se kol. Ramet lije se ka vdek mas ja liru për i burgit. Thash era barota ka vjen të nënda, e kështë që s'ka shpi që se ka digjet. Së granata hedhë, po të mendin, thash e në cigares teme, po lehet pun. I kum greja 2 tima, e kum po që së ndalëm. Kënë pas met veç 3 fshek. E kum shti grykën e kalashit në dorë edhe e kum shti gishtin e madhë. Bashkë qështë që. Përbes së dhe njerën e thotë shka dënë, ja duhet me vrave. Kum në një dhe kum mente, ja duhet me vrave vetën kësa raste. Unë nuk im kënë për të atyve patriotet më dhaj që s'm ka bat punat dora vdo. Nuk bani dora pun me vrave vetën. Është fundit ma mirë të më ka plumbi shkavit që duna me vrave vetën. Pse? Si marrë me vrave vetën. Nuk më bani dora pun. Veç ishin shumë ofër. Me municion e kishë mbet shumë pak. Por shka mitralezin që e kish Sokoli, nuk mujti me marrë, për një pjesës ku a hedhë nuk ka mujt me marrë me veti. Krejtë që ishin med, mu më kish med një granate dorës, që të që, edhe që ta 3 fshek. Thash pa bat ma dhe shumë, e kum dzerë, një sretin edhe Sokoli një kisha përballë, që të që. Një sreti her pas here e këshur ke përvrime aty, sa pa mujnë më nafru, me gjithësi, distanca me autoblinda, me paramilitara, kon dikun 5 metra 6, s'ka pas ma tepër. E kum dzerë granatën e dorës, ja kum heq 15 sekonda i ka, masi t'ja heqish siguresin edhe e kum shti me s'kombe. Prej që bashkërtën s'ka heq. S'tanë. E marrë në dorë që të që, Sokoli më thot ja ki heq siguresin edhe po vëlla për sështë ka shpartën. Kom arre kom gjujt që të shklup, me sigures të heqne, e gjujta që aty. Kënajna veqën nishin edhe janë nisin me folë Shqip, shkijet. E përmendëshin emna. Vlavi jam emnin e ka Veli, ai që ishë në luft. Edhe njoni për emnave që e përmenda kon Veli. Unë nuk mujsha me paramenum që ai ka mujt me ardhë në ndimpje neve, sepse ai a ditë në dojtë neve, ditën kur erdhëm, se ne mi konë bashkë, në thanë 2 vllazën me një vend nuk bën me shku në luftime. Aja shku pjesa me një pjesë tjetër, unë më konë kretë me një pjesë tjetër, edhe kërqysh nuk mujsha me logjiku që mundet me ardhë ai në përforcim. Për thamë se korit më zdeni për jashtë se s'ka mundësi, nuk ka mundësi. O emni Vilijes të përmendash, po të ka dogë për më zdil për jashtë. Ishë falë shumë qetë njoni me qetërin. A dalë Sokoli, se punë sekonda shakon aty. Dule dhe një sreti, principën këthejen s'ka. 3 fshek i kisha mu. Më dalë unë përdu me dalë me kalash, e ka shti polici, pra militar, e ka shti revolën mranda dhe unë e grykën e kalashit në dorë që të që. E ka tërheq. Ta që disha që e vetë mja formë është me dalë kadritarja se edhe alarmun, me gjujt në i bume mranda. Më dalë ma dhena, poshtë Sokolin e këshin shtëni për toke, e kishë qitë revolën në kry, po e kishë të mbëroj për veti e kishë shkavi. Edhe Sokolin. Edhe një sretin 2 t'i këshin, se një sretin e konë pak ma i gatë, ato në kishë shungjë në gojza dhe e kishë kap kështu. Ta shumë për me gjujt, u dashke me vrau dhe Sokolin edhe një sretin. Me 3 fshek, shamu ishe me bata, e në kënë me pancira me mjetet, i kënë pas. Pësa mu i ke piskat ke gjuje pushkën sërvisht. Gjuje pushkën, s'falshë, hiç s'falshë. Kër e këmë po që 3 në lërgu pjasa jonë dhe dëshin me hi pipër mrapit, këmë heza dhe 2 hapa pora e këmë shkëty shpinën kësaj morit. S'këm po atë rrugë qeter, se kullën e këmë nikë në dhe rohë, tha gjuje bre, qika që këmë mujtë me nej, si t'il në stikti të një. Këmë dhe në pushkës për toke, dhe shkua kanë teqë të e shkruun edhe, s'kem shajbo. Edhe tani aty në të momentet ti të kujto ke cilës rrugë mujnë me në gjithë emnin, ose cilës shkollë, se komunikimin që e bëjshëm në ka vinë shumë për Gjermaninës të këtëna. Shka me thonë tani aty, kënë fillu maltërtimet kur pa unalë. Më kënë qu pak ma nena në bënë si resht, e këshin në zanë edhe një shok tjetër, Vebimo Remin, pika djallit. Edhe ato me uniform, unë isha i poj në rëndë, që tu, e kisha Sokolin, një sretin, Vebija ishë në fund të dje. Edhe e kënë këthy tenkën me zingjirë, veç e kënë këthy kështu.
ajo gryka e tankës, vish dul për mi mu. E thash, së kulli për më thët, dhe dojnë më në shkelet. Komunikojshëm ka pak me zveti. Edhe se deke letë din. Ja 4-5 toni ka tenga. Deke letë është këthej kryta nëjna. Së s'kishë shami thanë, ma ti ishe boj mund. Ki me deke dhe o kry puna. Nuk e di mu ka unë gjinjon në shpinë. Pak pa më prek ato zingjirë të tengës. Mu ka unë në shpinë, ju ka shku piskon me zveti. Mu sha, në kapi qumë, mua që jetën, në qumë tonë, në kapën në skejun pak ma nëjna. Shqipën bëllëj. Polici ishë stogit, serbë. Se gjatë natës të ashtë, pika a thy në furtez dikon ka ora 3. Mas dite, 3 gjys. Ne me arrestu dikon ka ora 9 gjys 10 i natës. Edhe në skejoj pak ma nëjna, thanë musha mi e pështu të në mëngjes, mirë, të qisë mu i s'kam shumë e bon, si ishin strukturat në ndryshme aty, në shish loj uniformash, drogeratën, kish ushtar të regull, kish polec, kish loj. Ati bi thamë që dur t'i kisha të lidhën e për mrapa, është ndash më në dhanë të ujë bina, nëse pa fletë Shqip, thash po, ose vrana, se kry punë. Tha unë nuk guxoj me hine për shpia, thash me marrë në kitë kohë ujë, përgaditën shkit. Tha po, e kemi thuj një shqitore që atje, tha kemi marrë bira, që do me pi birë, tha më i me tashit. Thash bjerë, isha ishtë. Isha gjak i mushën të natë, cëllëshën. E kom që gjysën e birës nga në të birët e të një hershit që i them unë të më dhaja. Kom pi gjysën. Tha da mos se durët nuk me zgjidhë ke, se kolit ja zgjidhë i durët edhe tha ipi. A da mo, kom vetaj, thash po, edhe atë pjesën qetë, si për një minutë është me pi i birën, edhe sot s'pish, si kom marak shumë po. Edhe më zuni, nisa mi trash fjallë në aty. Thash, ti nuk e di pse pe bën këto aty. Sham kishe bon, tha ti mu, shumë kisha vra. E boni alkoholit vetën, e bëgëtën, ma... Qërë thamë, nuk pa du mira pishmonit që ju kom shtu, pa thanë musha dhe herpë, ju thamë, ta mi pështu të në mëngjes, ta jemi në regull. Kura bo mëngjes, ta një shakën bon, këta, se ata morën vesh me zveti, na kanë qitë, ku mushin me gjujt pjestarë të uqikës që ishin pjesën tjetër, anajna, që në qëfë si ka nëjë gjujti, nëjë sanë që plume në kap neve, edhe në bënë në randë kështu, unqët. Në mëngjes të e këtë erti ka ora tjetë gjysë nënë në kanë lënqështë. I nërë tani do me grada, të shkive në kanë hypë një farë piskaveri, edhe në kanë qu për Dzerzë. Në Dzerzë ishin kënë do shkitë Bratatinit, një fshatet e ty afer, kishë edhe tjerë civil. E nisën me cjella, e bërë një shindë vetën. Ta drejten për bëgë njeri i monë edhe snajnke, me dojshë me dekë, me dojshë qeter. Në shtinë me një pesgaver tjetër, edhe në qunë për, në unisën për Prizren. Tash në këtë që më shumë orientur, në qëfë si shkojnë djatë, në qunë për Gjakovë. Në qëfë si, në logaritëm që dërmë në qunë kufimin e ekzekutu dhe me lanë përgjësin që tërka, janë njërës të kufinit. Në të mojtë për Prizren, unë isë për Prizren, nëjna. Tash unë isha ullë kështu dur lidhë mrapa, një 3-4 predha të kësat mërtajeve, i në këndë qështu. Me anë ja 3 vet, i mundu me zgatë komen, tash edhe tim shëju nëse ejna me hazë, eksplodojmë tonë për në rëndë. Se qysh më ka hetushtë, se bike shoferi, më konë shtu dhe ka këtu i kryta e ka po, kanë falë dishka serbisht, ta që shpet, më kanë gjithë komen, këthej për mrava, kështu, krejt. Tani mos, më kanë lanë me livet, me lidhën me kome, me krejt të këtë ertin Prizren. Ku shku më Prizren atje, bile është edhe një farë foto
një televizion I huj ka pas bani farë. Është edhe një inqizim ka qarkullu ka pak. 5 gjerdhat policë për para aty, ardhen një medium që aty, unë sërish nëse di edhe sot, se një. Ja nisim në vetë. Ka qysh tek ku ju kanë zanë, s'isha si metra vetë që ka thujnë. Gazetarët. Po këta shkijet ishin për para dhe kretë njësi speciale dhe një 5 gjerdhat vetë kështu. Ta shëpilin një vlau më ka pas veta e përshka diqysh si në të keshën ki pas najt një. Si të keshën. Ishin për fundi ai polici edhe më thot, fol, atin në thot vetën. Revolën dorë, me këshyra dhe falë më unë. Ti bane tonën atin. Qëra ta dëshën me galzu që kemi zënë se na uniforma jem, ako në uniform prafërsisht si Amerikanëve. Vete pa ta ble për qef, më pëlqej për uniforma, unë Sahiti, Abnia, këta shok t'i bletëm vetë ati uniforme, dhe kemi marrë komplet, kështu shajtë ako një ushtarit, me të gjitha pajisjet. Edhe, pja tyshit, po këta shlogajtet korriki, 18 korriki, akon këgjan zajtë. Marrin në shtin me një farë kontinjeri për jashta, që akon dikun 1 metër e gjys me 2, 9 vetë një kënë shtin, dhe do shaj këshin zanë, gjatë luftimve I këshin tonëve me një vend në shtinë. Kontinjeri shumë I nxehtë, ujë s'na jepshin me pi. Hermetikisht akon, thuja I mshelen, përjashtimisht në derë, I në konja 15 birat shpume me baski. Birat vrimat vogla. Që të shkoj shumë merë shumë ajrë me radhë. Po dikur u lodhëm s'mojke do të filloj me hup oksigeni, ujë s'na bishin me pi, fillu me pi urinën tonë. Ishtë siklet. Tek të erti vonë dikur ku na kanë qelë derën, mos një 8-9 orëve. Veç në këshërën kush pa mundet me dalë gjallë e kush jo, se për qatë qëllim në këshin shti, temperatura kanë aty një 50 gradë, kanë po hekër, unë dzej, temperaturet e larta për jashtë. Korrekt mo. Edhe në nëzërë. Kur dollëm jashtë, vjen një farë Milenko Gjenovici. Ishë mësusi jemi që më ka dhanë shkollë fillore serbisht, gjuhë serbe. Ku I kitha vllaznit? Studion. Ku janë tjertë? Në pyetje të marrë, duhet I kisha lihet. Ai e ka pas shkry flitet që e ka pas shkry tani kriminalistiken edhe është bon u të bash. Tani ka pas punu në SUP, në Prizren. I armatosën, revolën shok, më kam shtet në morë, mi ka lidhë 2 duart më rapa për karrike. Ka marrë 2 komt, mi ka lidhë këtu për karrike, as një tjetër se ka prek që në kanë prezentat. Kërkush në ato momente. Mi lidhë edhe 2 komt për karrike, tavolinën më afroj qitu, edhe më shtetin në morë, që mes me mujtë kërka me livajt. Ka njës me cjellë vish në kry. Sa mujke? Sel. Ma dike dhe emnin, dike se me një ke vlaznit, ku në hakia për vlavin. Këtëve tjerëve, ma nuk I dike, ku janë tjertë. Hakia e kishë pasan e 2 shuploka ka re, kura kanë I risin në zonë të herë dhe I kënë mojtë menat, se ma ishin menë shkijet. Dikur më lodhe, I qaqë shumë më lodhe shpirë, si se thash balë për ma. Ja kom nisë me shohën, kërë kërë falje, po s'kam qare, po shprej qashtu që shikum thanë, o, thash me non, me bab, me rëp, me kretë që ka pas bre, një farë lepë kënë jashoj, si kish pas kur gjë, më kërë dalim, e kom marrë vesh si kish pas kur gjë. E kom shohë, kërë kom shohën fëmija prej, I ka hup qera, e poshje e më rina qëllimin. O, thëmijen, brëtër ty. Asa I ta, e kanë zerë revolën, e ka shnif shpejt, fshekin cevë, 2 supovce që në kënë nga tina e kënë ngre, edhe fsheki qështu vjen, për mi krytemin. Po, aja flaka barutit vëq mu më ratër e vedhe, me tha drejtë thërë, ja 2 minutës, disa shkut ashtë 2 minutës. Thash më kapja din. Qy vetën. Së më kishra kërkun, se së nisha kërkun dhe I asë në zetas, ftëftas. Thash pa thash bre, thash që thja edhe me vrasë mund është, se I thmija që ma këton e ma aton.
E kanë zerë për jashta, për aty më kanë marrë, më kanë qu në katë tret. Në katë tret kanë fillu ato rutinën e maltretimeve që e kanë pas ata të sofistikune. Bashkë më kanë bëhë kështot kur pa u nalë 4 ditë e 4 netë. Kur nuk kanë nalë me ndrime kanë pënu. Mu më ka dha një shkelëm, një farë Hasan Drenov, si i thëshin. Më ka dha një shkelëm aj, edhe më ka folë Shqip, masa ne e ku marrë vesh që ja konë Hasoni. Për ndryshë që këta qërë që më kanë maltretuin konë në Serb krejtë. Kanë përdorë torturat më të ndryshme. E pa të në bëmë me ndrime nuk më lishin as me flajtë, me hangër zvikën shprejhe, ujë më jepshin me pije dhe kur më jepshin ujën me pije përzishin me dishka, qitshin naftar, gaza, shka qitshin nuk e di, po momentin kur e pisha ujë më vinke ajo duh më dhe unë jepsha për me këthy. Me këthy s'kisha shak thej se s'kisha hangër. Pa gjëmësia tani edhe bonit vetën, kom t'i kum pas të ajme, te qitu, durët pi palizve në kënë tajme, që qështu që. Ta është pi tajmes, pelcit që në të vetë vetjev. Vetë pelcit këtë që dilke gjak, pi ta në onve. Edhe di që më kënë afru një letër për para, më thujnë në nëshkruj. Ti su në maj që lopë si ndorë, në nëshkruj. Në nëshkru në marjur për një shka do një këni krypun në ju, në nëshkru në. Ka për të ashtin e lapësën aty, edhe më ashtin e lapësën qëta. Me dorë të atina, e shkrujt i emnin të emë që shmojti qështu. Tani më qunë të hetusi, të gjykaci hetus. Qështu zhag. Vazhdimisht kënë kërku në pyetje, sa ushtarë mujnë më konë. Qësh bëhat organizimi. Problemi jam ishtë që unë komunikojsha ma shumë gjermanisht me ta se sa sërbisht, se zdisha. Ata të evon e kënë pas dyshimin që mos kjo është me origjinë ose diçka se shqips falsha dhe gjermanisht, po sërbisht asë një fjallë nuk e disha. Nuk më isha më marrë vesh. Edhe ata lipshin formën e organizimit edhe ka isha hinë për Gjermanijës. Ju kalzogo që në marrë për Gjermanijës, lipshin emna, ku shorë të heqës, qysh pa komandohet anajna, qysh kjo, qysh ajo, shka di unë. Në marrë për Gjermanijës, vullnetar nuk e di qysh funksionon edhe qysh jenë organizu. E ku marrë kalashën një mdalë në vitë frontit, kaq. Lipshin emna, kush janë, kush është odheci, kush është komandanti, kush janë njerës që e organizojnë këtë luft, anat pjesën e juja nëjna, qëto. Tash, për me mrënje emna, ata ty bishin pa ndërprej, kur pa unal. Tash, ndrimet i kënë pas ka 2 orë. Do të ti kur s'ki mujt me flajt, se edhe natën e bëjshin ndrimin. 11 për shembull, hipotetikisht unë s'disha sa është orë, 11 vike një ekip tjetër. Në 2 vike tjetra. Në 5 vike tjetra. Kështu të me radhë, kur pa unal, ekipet, tek tjerti sa mu ka ra të fikt. Edhe ma nuk e di vetën, hiq. Rrymën e kënë pas. Më lakshin me uj, me lidhëshin 2 tela qëtu, një kënë në këtë dorë, janë këtë dorë. Edhe shka bëjshën atje me një pajisë, unë nuk e di, po mu më vike tek tjerti në atë moment kër tjetë që pa frym, më shajshin. Më vike të fikt, më qitë shindoj edhe u këfjellësha. Prap, që kjo vazhdajke. Rrymën e kënë pas specialitet ata. Edhe te në momentin kër ti jetë që pa frym, ata nuk e nalëshin ato, veç e rretëshin dozë. Ti o aleve nësëshë, bishën tokë. Pastaj filloj ke me marrë vetën. Të ne kënë pas një metodë, dhe burgosin të dina, jo, është karrika sukur karriket e shkolla që kemi pas dronit. Të shtërnishin për mës, kom të ishtishin të mështetë si kështu, të hypshin 2 vetë në shpinë, një hyp këtë e kom të këtu që mas me mujt me livrit, një kënena me palica cilëshin pa unal kurriq. Kur pa unal. Edhe tash, ajo mja komve të ditën e parë nuk e nishe shumë. A ishe dajak për nuk e nishe. Por kur filloj kjo ditën e 2, 3, mas të ajmeve, atëherë filloj ka ajo sikleti këto djeke. Mi për shpirti amel ka njerë ishtë dzëjshe. I gjujshe në tokë, për sikletit. Prapë këthejshin të njëjtën pozit. Dhe kjo ka fillu të këtërti, do të ka vazhdu në vazhdimësi të këtërti në momentin kur unë jam alivanës.
përkthysin e kom pas. Kur ja kom nisë unë me folë që ja nisim unë vetë, do të aty akon e momenti kur më ka rotë fikte dhe mos s'kom posë. Gjendja jam akon, tash në kom s'mu ishe me najtë sepse ishin kom të ojnë. S'kishe as rotë, as unqët, as kërqysh s'mu ishe me najtë. S'ka pas pjesë e trupit që në jemja që nuk akon e nëzine. Nuk ka pas. Atëherë më kishin pas qunë në burg, që ashtu pa vedije, kur jem këfjell, ma sot dite, unë edhe sot e kom të paqartë këto. Po e di që kur i kom qelësmet, e kom po një njeri ullët, ngat me e në gojza, edhe të më thanë, qu. Këfjella, këqyri, se disha as kur shonsht, nuk ishi rehen, nuk disha ku jam, isha që shafet e bardh, si që a jem spital, as një më shkaj kemene që mu i me konë burg, s'disha, më kisho vedije. O shqiptarë ta jem e dhone. Kur më ka thënë shqiptarë jem e dhone, mu ka këthuj pak droga. Tani menja hamas, ku shko ky? Tha unë jam Afrimavdhej, jam kirurg të me profesion. Ja tha unë jam i arrestuar si ti i burgosën. Pikaj tjepives, ta i Lubiqevës. Lubiqevës, një vlau e ka dëshmor Balien. Unë jem njoft me to, në shkollë të mesme. Pithem Baliavdën, tha vlau. Edhe këtu tani, unë ku më fillu me pas besimin të ajqe, okej, ky ku ka shqiptar. Më ka këthy një jetë me ato, me ujë, që thujnë ujë me pamuk, me ato ujë në gojë që më shtike me paloma, kom për mi kështu, në masazha, do të qysh ka mujtë tesa, mu më ka ardhë, e kom marrë vedije. Qashtu tani, ka vazhdu kjetë nesrit, kur e kënë po që jem këfjell, uniformës ma këshin heq, uniformën e këm pas vesh, kur s'ma kënë desh heq? Kur? E kënë bo qëllimisht, sepse kush kaloj ke për skajt, du dashke me ditë shumë e të bo. Aji po më thot, njesit me në randit, mi se kisha marrë pak vetën, faktikisht më qusë më isha hequne, kisha Krushova e posh gjaka, din kjo qashofi. Në plagosën, a i sen dhe për këshyrë në për prejki kështu, jo, kjo rinu gjak. Edhe pjesët e trupit ka kënë pelcit, pitajnës, që kënë pelcit kënë shur gjak, plagë ski, veç që pa pelcesin pitajnëve. Njesit me në gjesë vjen, me në gjesë jo, për dikun mas orës, shumë e tanë, u shikishin rezet e dilit, se ka që mu isha me orientu në te orë atëherë në të ku. Tha, qumat e qizmet edhe me dalë gardioni, me dalë në shetitje. Në shetitje si i qitë, që në konë një farbendi aty, që e kënë pas kohën për më shetit. Mundoha mu që s'mo isha mërë, s'mo isha se isha lam i bom, qutha, okej. U mundova në të temen, mi gjujti qizmet, që i kisha. Si hinke koma, se isha ojnë, nuk hinke në qizme, Allah. Nuk hinke në koma. E kom ngresi me haz, edhe këtë qetën kështot, nuk i lidha heq se s'kish shmo lidha ja aty. To e të zakë qërtë që. U mundova me heq koridorit, s'mo isha e kom njësë në gojza. Kemi pas të një do shkallë, për më shdryp të poshtë, unqët, shkallëm shkallë që ashtu tek të erdin e barë. E këshin zerë gardioni revolën edhe më thëtë, shetaj që ta në kësha mësu. Shetit. Hece jetë 2 hapa, në shunë kom, së në hecë. Edhe e kom njësë me hecë në gojësë. A i revolën në dorë. Arë një gardian qeter, nuk e disha te në atë moment kur shunshtë. Të e sha. Tja me revolën e t'ja shtin në gojë, ati gardionit. S'ke në filmit të shka bo, ma hinën tonë të nuk disha shumë ka bomët. Tha në qëfë si do me vro, tha, ka vroje. Vroje tha që të kushtë. Tha, po balë mos, a përshet si s'është në gjendi me hecë. A i shkon një farë Milazem Bytyqi, gardian shqiptar, i fshatit Mlanaviq, ose Shkoz të ashti, i dalëm prizren gardian i burgit. A i djali pashëm pedant i gjatë.
Shmarë ku shokin njërë që dhe më pështu mu kështu. A i shkon shefi ndërimit, e ka marrë, si shef ndërimi e ka marrë. Ka shku i ka thërë 2 vetë, se shiki që s'mu i më në gjithë shkallën. Ka thërë 2 të burgosën, më kënë kapë qështu zhag, më kënë shti mrana. Mo për se dite, nuk më kënë zërë, për atyshit, tek tjerti, në kurinardh për ofenzives, dhe dite që i kënë prunë dhe të burgosën, që i këshin zanë në rrugë, kështu qytetarë, nuk më ka mundë s'kush. Mas nja, 2 dite me se më kanë qu në altë atje në dhomë, i binë do të ravecit e njoni për të vëmë, në kisha njësë ka pak halojsha jaje në ftyre, në kome, kisha marrë pak vetën sa me komuniku me folë, pa i pishen që i kisha në ftyrë shumë, nuk më i ka më më hetu njoni për të vëmë. Tha ty pa të në gjë, njoni për të vëmë, se di. Jo thojmë të të njoftë. Tha të i kon i veshën ushtarë dhe i kon në ratë kocë. Unë s'pa të në gjësha mirë. Ajo kon i farë djali që vidhët ke ka pak, e shavedi i ka shfrizu që tu, na, e për të më dhanë dhe shoplaka atëherë në të kubë, mi thanë shkallë shpitonë dhe se bëllë mo. Edhe, tha ti, qështu, shjovës, ki nga tru. Tash njoni vetën për më thëtë o Isak, më sullat të i falë se isha i, më sullat të i falë të si, tha bash Isak e kjemni, se atë ke kishtë një dhe, a e dalë për jashta, nuk e di shak me konë ka mujtë me folë, edhe shak ka mujtë me folë, po e di që, kur më kanë zërë për jashta, për zdyti, edhe i herkeni, gardiantë, panal. Ta ju tash me ofrungat, me thanë, o ti djallë, na ma kjerë s'kem ku shkojnë, po ti me mua me rushën. Në alë mëra, dikur atë mos falke me 4-7 orë, në kanë transferu, vish në kanë tanë bojë gati. Me afrimin tani kemi najtë edhe një, nëse s'gaboj te me 4-7 orë, do të pikë kurrikut, datët tash, unë e di që i më arrestu me 18 kurrik, po datët kur nuk më marrë vetë dijen e këto, te me 4-7 orë kemi najtë me afrimatën. Afrimi më ka këty njëtë saj, e ka pëtu edhe një liber, po ja 2 faqe flasin për mu, qysh më kanë qua dhe qysh më ka këty njëtë. A i si jo që ka pas pa isi, po të një kishën pas tanë që qëre, në dektë që këtë ti kime dekë mas tina. Të në ngutës që ka pak të shumë, afrimi ki pas halin të në temin. Edhe, sot asë e ditën a kem një raport shumë të mirë, ta mon miqësor, njerëzor, po në qëfë si dikush mund ka mujtë më më këthy njëtë atëherë në atë ku, është afrimadaj. Me ujë, nuk e disha, po e di që ajmë ka këfjellë dhe i marrë në jetë rezultati durve të afrimadës. Aj më ka najtë gati si fëmijës vetë. Tash, në të gjende që fare isha unë edhe më ndrojke, apo kuptën, këti ishe pa leveshëm. Edhe tash këto nuk t'i banë gjithë kërsh. Unë për një me jam mirë një ston jetën ati ideali. Po, mirazimi ardhë më ka vizitu edhe në shpi, kër e më liru në Piburgit, ardhë më ka vizitu, edhe fort më patë gëzu, kër e posh. Edhe, masanajna imi takuja 2-3 herë kemi pi kafe, me si jam dalë në Piburgit, e kom lëp, do më thonë, më shku si ka përnu të në burg, më shku e kom lëp, imi dalë kemi pi kafe, kemi najtë, tani në ka hupë më kontakti, nuk e di ka është. Ka kohë që s'ti për ta. Unë agemorinën të fshatit Fortes, akon azant njëtën ditë kër e më arrestu dhe une. Unë e kom pas në këtë akuzë, agemorina është liru ditën e gjykimit, kër kemi marrë gjykimin me 20, gjykimin e parë nuk më kujtohet, me 17 mars 99, a marrë seanca fundit e gjykimit. E jo në ditën kër na jemi denu. Ato a kënë liru. E kënë liru, po e kënë sot është në gjendje të keqe e njeri. Ai nuk ka fajt pëse vllavin e ka pas pis. Atëherë në atë kua ka një farë Morina. Daut Morina, më falë. Daut Morina. Vllava ka pas agimin. Agimin e kënë bomëve dhe sot është në gjendje të keqe, e hec me një farë kolice, dhëjmet në shpirt e njeri. Sa kanë maltërtu. E thjesht e kanë bo sakat. Vllave tina nuk ka konë qash burri mirë, shë kime votësh. Tani me 4-7 orë, se kaloj një procedurë rrëth
gati një muje hajt. Edhe në Lipjan në kanë qu para si munis për Lipjan e më pas një qatë gjemperin, se njënin për gjemperave ushtarak, që më kishmet veç ajo, je pa ta thanë që t'nja frimit, e frim avdës, edhe kish pas shtine për shavëdhjet në jastak, pa e kum harru dhe, më thënë, s'ku mujt me marë, se ka shko isha tani, të isha ta marë me veti. Mirë pa e më pratë për më tu që kom ja dhanë dikuna. Ja ka dhanë dikuna, e ka qitë për joshta, po kur mu s'm ka ardhë. Dikush pi gardianve, ose s'pedi që shashkua, jo. Po a i gjamper kur s'm ka ardhë mu. E konë me vetë mja pi uniformës që mu ma patën lanë atëherë në atë ku, dhe kom desh para si me ma desh uniformën. Me 4 shtator në kanë transferu për Lipjan. Lipjan, kush e ka përjetu Lipjanin e din, aty treshin me epizoda, që do ishin ata vetë. Lipjan kom najt tek tjeshti me datë 29 ose 30 prill, kur na kanë transferu për Dobrau. Aty në kënda gardian që leqit maltërtojshin, po e kanë pas edhe psiqiken. Kur delë shumë kështetitje, në? I thaj për shumë njonit më neve. Sa unë të e në randë morre. Të është i pretëshe. Bova ki hitë zvinke, po t'i skuqojshë me flajte. Pretëshe kur pa vjen pa të merë. Ako një i malë, të ke me po. Kur cjellë nuk më ko. Kur heqë. Edhe tjertë nuk i ka maltërtu shumë. Pa ka një i vogël, shpifunci, një tranjeri. A i cilë ke së mojke. Nuk më dhejmë ke për shëplau katina, apo këpëta nuk dhejmë ke asë nuk bëjke më tëtë. Ka pas i zanot, keq, me si cilë ke shumë. Këqërë më sythë, me këqërë një tranjeri, shëtë më të këqërë në ty. Një herë, dyje, kur panale, për besë, e di që më kënë shumë lomë të krejtë për në randë, pa nervës shifti ti një kom gjithë në dorë dang, e t'ja ho gishtin me dhamë, kështot shumë, jo pak. Hyja kanë zerë ku të më kënë hitë dytën, që i modhi për herët, por më pa cjellë se bashkin këndrim. Të më sonën të një, për një me më rehen mirë, më shtenën më rana. As 2 dite se një ditë kanë pas ndrim ata, të një 2 ditë përshim nuk e di që kanë pas, me 2 dite pa vjenë edhe kishë pas gishtin e lidhën. Tash ata gardian të mos shumë mas vetë, me sa drejtën mos e këqërë qëtër. S'kishë nevoj me hongër dajak pa ku gjë. Pëthojnë shko, bonja me gjesht atina. Unë që kërët, erë me dhaja 4-5 palica që aty u ledhë dhe vetë, dhe ullë. Tek të erti me datë, me 17 mars, 99-ën, një netë përpore me 16 nëse s'gaboj, në kanë qunë në Prizren, në kanë prunë. Pili pjonit në prunë në Prizren se e kishëm seancën gjyqësore. A ditë i shardë motra, 2 motrat realisht. Nona i shardë një farë bacaragip për atë një sretin, se e ka pas djertë vlavit. Më tha direktën kërë posh ata, më do këshi 2 euro për mua dhe në dhanë mundësirë me komuniku pak me ta. Jo, motra më vinkin vizit në Lipjan, a orë regullisht ajo. Motra orë regullisht, Altonia, kursanal. A orë vazhdimisht, njëherë ka mujtë më morë dhe i vlavi madhë, Gjemajlia, edhe më kur, se dhja së qësh ka pështuaj, se së qësh a orë, po bashkë me motën në orë. Edhe, po kur i posh ka la blak tash motrët, nona, Saragip aty, ishë në orë me përcjellë se oncën, nuk të di shumë shaba botën, kur s'kisha marrë pjesë, kështë nuk të di shatë shumë ka botë. Edhe përves nonën të shakona i sanë treja që ushin janë dhe jena, mirë janë, s'di shumë që shpa shkon heqë. Aja motra për më thotë të i në shku tha në Ramboje, dhe në munda këmë më kalëzu, edhe pritet shumë shpet më në shkru dhe kanë mjë liru, se kanë me boni marvesh, marrë thasha i një gjallë, kusha gjallë, kusha dek, që kja po më interesën, kretë gjallën, nuk më kalëzu në kërgjejsh. Kërë këmë po bëtë se në ragib, atje të i kajt në stëpaj, kryte poshtë, shkova me folë, që pikësoj bongët, është në të bongën në ato nuk thejve, që shjebë se ragib, që shjebë bëtë, mirë.
I fort është po ma. Bajt fort e qëtu, për cërë gjip. Tha shakobre treja nena, kusha gjalla, kusha deka. Tha bëc luft është. Tha shpo, ka. Më tha, Sahidin tha kanë vërë. Me Sahidin ishtë marrë të bashkë në luftë. Së di, më do që më ra burgje për mi edhe së sheshe kur qeqë. Për një mes sheshe. Qysh bre. Nanës i ardhë kezër më kalë se qështë edhe motra. Po pas dar Sahidi tha bro. Tani mo a krysa unë, sa në këshin pas denu, kur në këmë dita, sa vjetë më kanë denu, as me ati kisha veqate. Hepëm, u përshëndetëm, u krysa unë, sa i morëm dënimet me vetë, fsha. Rrugës me vetë, a i një sreti, më thotë, sa për denu në ty, shka di për një sreta shumë. Nuk se ishëm me një 5 gaver kanë aqynë, se di thërë sa në këndë. Bebi për më thotë 5 vjetë e gjynë së këndenu. Okej. A di ajo gjak fëtëpësia të ushti që sa bo kërgjëjqë. Së më interesoj ke presoj i kisha metë aty. Na kemi kalu leqë, kemi kalu mirë me Sahidin, po organizimin për me orë të kënena e kemi bo bashkë. Ako njeri që ka punu edhe këtu në Kosovë, para si më orë në Gjermani, një legale, në shpedarë në gazetës, qëllërimi, aksionet tjera që e ka krydë. Më ta në kishëm shumë sanët bashkë. Më pat lodhë që jo, më pat demoralizu. Sahidi ishkën pas vëro me datë 29 janar. Moni me ditë pritet që ka dalë në Bishtazhin, me atë grupin Bishtazhinit që në konë, dhe pastaj jenë vërë në Rogov të Hasit. Këta jenë konë grupi furnizus për armë, drejt për drejt komandun për Ramushit. Dhe ju vërë në 29 janar në Rogov të Hasit. Sahidin kemi kalu jashtëzakonisht mirë edhe në Gjermani, atje kemi najtë shumë bashkë, kemi najtë me një banesë. Nëse si pritë shumë, situata ishe keqe këtu edhe nëse si pritë shumë më bo mbromja, me o më këthuj për punës edhe me diskutu, se atëherës në teletext lexoj shumë, atëherë akon teletext, në teletext lexoj shumë shaka mujtë me ndodhë, shaka ndodhë gjatë ditës, që të diskutimet të këti erti, so kemi vendosë më këthuj të kënena bashkë, edhe akon vullnet kështu një madhë për më këthuj. Aty ke një farë qëtësie, pastaj mes tjera shu dashë me kalëzu, si mi kanë 5-6 shokë bashkë atë me ne. Dho mi kalëzova që më kishë në rrugë jetë një shok, më këshin vra, dëshmor. Ishin ato ngushëllimet e njerëzve aty. Pimat ndryshme. Po forcë, u dashke me gjetë. Dashke me gjetë edhe kjo te me datë 24 mars, 99, ditën kur fillon bombardimet e NATO-s. Gëzimi madhe këna ditë. Dhe Goleshja aty është afër që patën gjujt në Goleshja dhe me ta drejten, kur ranë prellet e para, me beson që na jo që i po një farë dritë dikush për dritore, tha do një dritë shpejt ka shku. S'ka shku pak sekonda, veç edhe burgi livriti. Diku në afër kanë gjujt. Fort u gëzu. Edhe njësëm na me gjujt duart mes veti, të për qafe, u gëzu. Ata ishin konë të na për cjellë për një farë shpionga aty, shpionga thirën ato drejtoret e vogla. Morën mu dhe s'dipi cilën, s'ka bufsha gazment kulgecin, nuk e di kanë. Dë vraniqit.
Dhe në qitën jashtë. Fort në rejnë. Zhag në prënë. Tek nëjnë. Në qitën jashtë në borë, shi i bike së rjellë. Fort në rejnë. Që ashtu zhag në morën në shtinë në mrana. Po gëzimi ishi madhe, zdhejmë që në brazë vortë, stanin ke heqë për shkak që ti e dishe që është ka bombardohet Serbia. Gëzimi madhe. Në atë kohë, ditën do të kujmë bombardohet dhe caqët kryesore në ashtë Serbe. Përfshin koleshin atëherë në atë kohë, që shka ka mujtë me pas mrana aty, nuk e di, po e di një sen që burgu livritke, kur bishin detonimet të mdhaja, do të u dredhë ke burgi Lipjanit. Të këtirë me datë 30 prill, kemi najtë që aty, me datë 30 prill, një ke lidhë durt, dhe thanë ka transfer, nuk di shumë s'ku përna qojnë, në kënë hypë në për autobusa, durt lidhë, kam të lidhë, nuk di shumë s'ku përna qojnë, kemi bo rrugë, blata aty këtu ka njëherë kër e qoj shumë kryt për pjetë, s'shej shumë kur gjajqë. Në për në fshatë Serb, ku kaloj shumë i shishe me ato veshët e tënë që në kanë ato plakët, edhe ta merë ke mene që sa me të kur gjallë në Kosovë. Nuk di shumë ku na kanë qu, veç kemi pa kafsh aty të ndryshme para se me hinë në burg, s'di shumë as këje, thash, me na mishtore, kështu. Se s'di shumë. Njani për tëve i shkon edhe ma heret në burg, në Dobravë, se në Dobravë në vasë kanë pru. Shtinë në mranda që është të bo resht për ne të cjellë, se bëjshin kordonin ata, në dy antë, dhe t'i kalojshe, në dy antë cilëshe. Në kanë qu në për dhoma. Në shpëndajtën aty kemi gjetë sheringa, kemi gjetë duqat, cigares, të shtinë, kështu edhe në për tokë, për të më pastru pak, vetë nuk di shumë kësha, po ta këshën pas planifiku, po nanë nuk kemi ditë që është planifiku. Edhe fillu me dal ka pak në për pidhomës në dhomë, me shokë që si shumë po në Dobravë, se kishëm mundësi me dal, tash piksej dhome në dhomën tjetër atje. Në këshin met pak cigare, shaj tash e i shumë dohan gji, në monojke, edhe dikush i nëzur një pasjet dohan, ka kish marra edin, e pëtëm bëmaj një cigare, ta dhezi, së këshmë ta zmoti. Ma dha munja, tha e që dy realisht me dha, thash bëma thash edhe një për agim lumin, e kishëm në të dhomën tjetër. Thash se ja qojmë, unë e vebi ishëm këtë do. Në ndërko, ka një qemajl betyqi i denit, aj nuk e pike cigare. Se nuk u zeshëm tub me dalën për më shku në banjo. Qaj që dilke në banjo, kishë drejt me hinë në dhomën tjetër, edhe me adha një cigare edhe më këthuj. Shrahet lija se edhe e vranë burg Dobravës, në një metër gjynës largë meje. Pitam qemajl, me rëqë cigare, ku të shkojsh andajnë, e që është tash agim lumit. Tha, okej, edhe e tash u cjelke në përdhoma aty, dhe cigare në goj, herë shtike, në zërke, kështu të padhez. Thash, mëse lepa ja që cigaren. E shka bon hëta në qëfë si mësja qaj cigaret. Thash, kum një që ku të plak është dridhe në durët. Po tha, po në moda, ku me punu në kamarjarë në atë kuha. Ati në pleshni, kreja këni farë humore vetë që njerëzit pa ja konë shumë shakagji. Te këti erti ditën kur pa dasht me hi se e kanë përmend shumë me datë 16 maj, dhe më thanë natën nënën kur e kanë zerë bëcën luk, një katë për fundin eve, na imi kanë nalt, ata e në kanë poshtë atje në Dobravë. Një gardian bushnjak, këta që e dishin gjuhën serbe, dikush për tëve, se i pas ka thanë bëca ukti nesër ki mu liru. Unë lutë në tha mas mu liru, tha tipi, a që i kishtë gardioni akon bushnjak. Në gjuhën serbe i ka thënë që unë lutë mas mu në nëquti, po shatë bënët për tonë edhe për tyje. Ka që kemi një, për në ka zanjoni që e di këtë serbishtë, në dhe që shtu i tha bëse sukë. Për në menat të ko, kanë probleme dalë për i burgit. Te këti erti me datë 19, kur kanë fillu bombardimet e para, unë jëmë kanë në dhomë me Vebimu Arremi në do shokë tjerë, Sokolin e Nisretin e plot se atëherë edhe nuk më shumë në gjofë në tonë, se ishin orë për shumë burgjeve, këshin prunë për Mitrovicës Sremit, këshin prunë për një pjesë për Prokuplis, për Nishit, për shumë vende do të kanë prunë burgjat.
kanë bombardu pavilonin e parë, nëse s'ka bëjt C-en, që kriju një farë panike aty, në burg, tash edhe një predhë tjetër, tash në radhë ishëm na, fillun me paniku, mendse që erdhen këta burgosit që ishin ordinerë, burgosur të lirë ishin, kështu erdhen një qelen dyrt, i mi dalë që shtot në ambient hapër. Pa gardian, kur dolëm jashtë veç pavionit që i kish ra, 3 kishin vdek me një rani, kish edhe të plagosën. Kujtohet që kanë pasur një sa ore, që shakon nuk e di, po kanë pasur një televizion grek të ishin akon. I pëmur pa me dul për jashtë, nuk ti shumë dhe shumë ka bëhet. U kryu një situatë alarmante, zdi shëpi kuna më rujtë. Për burgin të Bravës pa bednoj që kanë falë shumë, për kretë që muj me thanë në ditën kër na kanë bon resht, pa du më nalë pak para si më bon resht. Nuk e di pse dikush për shogën në ka thanë që ati shka pa nalëm pak më për mrapa qita. Se urë një herë të më bon resht për 4. Resht për 4, tha s'ka, edhe një përvoj kështu. Këtë u ullëm kështu, u renditëm. Nuk di që më veç kërja ka njës granatet e pare me ra, kretë që muj me thanë është që e di që ju më shtrinj. Qontën e këm pas me veti, ju më shtrinj në tokë edhe ti e nishë njerëzit të piskat. Që majlë bety që në këm po që aro mana e në atë pjesë, po nuk e disha a ka kap në ploma, po shkonsh në pyetje. Pikaraulës gjujshin me kretë arsenalin që e kanë pas, ata ishin përgadit një ditë për para. A inë përgadit me skele, qushin përgadit, po pikaraulëve gjujshin pitana onë, kanë gjujt me pushka mitrolez, kalash, snajper, granata helës, këso, që në konë, se ja konë pas mullë një në murë, konë me flutur, me murtoja, do s'kën lanë arsenal loj të armës pa përdar. Kretë që kanë pas. Kretë që kom mujtë me po, i kom po që pa shkojnë në drejtim të kuzhinës, ja kom njës me ngajtë mas tëve, gjushin për ndërprej, ti shishin njerëzit të ngajtë bike, dangë se e kap ke plumi. U shtrëngoshe kur të kap ty. Ka orë një plum të shtu, më ka pas tjek një farë trenerë, ka kom pas vesh qitë tu, halim shatrin, cartës, e ka kap në krah. Ati ku mujtë minimum me qute në kuzhinë ku i mi shku. Shku në kuzhinë, hinëm po dromë poshtë atje, po mes tjerës që mujmë me kap pakës është një farsuat brava, një djalli ri, 17 vjeç. Ta kish pas kap granata shumë keqe dhe qa barkin komplet këtë. Këtë barkin e qanë. Gjallë, folke. Ta shok të honit e lezit, fort i kanë najtë gati. Se nuk ishë leti me po një njeri me bark të qamë, zorët për jashta, me mja majtë me dorë qështu që. U lëllëshin njerëzit, me rene kanë bon. Komplet ata shok, s'pa du mi vequ, se cili vitive të honit e lezit. Më ka ra pak hise me majtë, nëse s'ga bëj shefket Berisha, më ka thënë Afrojër Bernat pak një mëmë se vëtë më shku në banju. Kër e përmendja i banju, në e kom qitë dorën qitu, edhe e kom majtë zorët, tha dhonë me kom nevoj me shku në banju. Që shtë me dalë në banjët e me brakë të qanë. Në të vjenë për shefkjet, ja valoni, në të vina joni për tëve, tani të qojnë, së ishë shumë e boti. U këthy shërifi, ja qiti dorën këto, e qunë banjo, se lypi me shku. E këthyn prap, piskam, kanë ru je dikur. Qëre, nësa situata, do të më konë për një me qilik. Në atë kohë se si mi konë mirë në kry, ose kemi pas një forë si nuk di me përshkru. U pa të bon krejt normale, shka do që shishe. Kur gjujti NATO, do më këthuj veç pak mrapa, erdhen predhet, në konë predhet
të aeroplanëve të NATO-s, janë kanë prerë të aeroplanëve të Serbisë, unë nuk e di, po ishëm drejtim të ngojt bashkë me një shok Gazmen Këlgecin, i Vranicit, të Saregës. Ka ra prerë dhe u bo pluhën të na unë të ra më dytë për një rend, u shtrinëm. Në atë moment u heq pak mjegla, për thamë gaz qu, se dëshë me hime një objekt tjetër. Për këthej kështu, e kështë prej në qafshit. Komplet, qapa e kra kështu. Sti që është organizmi njëri të ndërtun, po e folke. Në ato momente e këtë që mu i këmë e thanë është më së mlejmë bërë tha dorë tëve. Unë këmë therë sa ko mujtë për ndim, mu ka afru në ejta soni, edhe ka vdek në durë të në ejta sonit. Kretë që ka mujtë me avonë, u dashke me analë, po gjoki së nalke, pita në onve. Tërë dhe shumë gjakë, se prej qafa, kretë i rokë shtu. Dishtë në durë të najitit, najtasonit. Pa dashtë ashtim, se kënë folë shumë për masakrën e burgit të Dubravës, po në kretë që muj me thanë është, ajtë merë i burgit, ku me gjdo ku vend që eksiston, burgjet janë të mbrojtër. A kanë e orkestrume, e organizune, drejt për drejt për shtetit. Këtë për shtetit e kanë. Dhe të shteti serb me urdhën e ka kriju qatë masakret burgit të Dubravës. A kanë mirë organizune. Dhe mu më vjen keqë edhe sot e kësaj dite, as një denum pjesëmarrës të masakrës burgit të Dubravës, ku njerëz t'i kanë ekzekutu për safërmi, me revolën dorë, të e këshërë në drita të sëve dhe të e vra që na i kemi pa me sytë tonë për kuzhinës tjerë që e kënë zanë qoftë në për shakë, qoftë në për pjesë tjera, i kënë ekzekutu me plëmë për pjafërsijes edhe sot është i litë asë një i denum nuk është për këtë rast. Që nëse nali që analizojsh masa Auschwitzit edhe masakra që në po në luft dytë botërore, nuk më hatë mend që ka ndodhë njëjtë, mrena burgit. Sepse ma i më projtën do të më konë një bërgosën, me konë vend, se sa mundet më konë një që është në liri. Ka ndodhë krejt e kundër të. Që a kanë fillu vanë për këtu? Nuk kemi kanë të organizu në këtë rritim. Vanjën kanë fillu, ata kanë me dalë në pa, po shumica për të vëtë desën, se mosha aty në 23 vjetët e kom pas. Sot i kom 51. Dhe në është një diferencë e kohës kuqa e modhe, kështu që nuk e di pse. Mas asaj masakre, do të du në përmend edhe një rast të hi, se na mlodhen, me se në shtinë në fushë të sportit. Fusha sportit ako në dediku në prej ekzekutim që shna kemi po. Ndrun ftyrat, erdhen gardiant pa moska, heqen moskat, ata që në shtinë në mranda aty, u kriju një farë situatë, nuk e di qysht, në thanë që jeni të lirë, dini jetoni. Sot, më thanë, ha buk, nga që asaj kufomës që aty, një njeri me menë kry, nuk mundet me hongër buk afër në që asaj kufomës. Po në ato rrethon ati, nuk ish një kufom, ishin, për 100 kufoma që ishin anësh të shprendame dhe t'i hajshë bukqet. Hajshë bukqet. Për besë më jenë keq që ishim imi konë shumë të ftoftë të tërë në atë ku. Sot në orë në kujtona që shakon gjendja jonë psiqike. A mund dikush më në kalëzu Allah që shimi konë ato situata. Që në kushte normalit i përni me veçatjen që ose është edhe 20 metra ma lërgë edhe mes me po heshti së në hajsh buk. Në hajshëm qëtë. Nuk di me përshkrua të farë. Në konë në gjishëm të një se dvramët, merë shumë i shkruj shumë emnët, që ta shaj njëshëm, kush konë në njeke, o është një shumë në gojë, letrën me emën, o ishtë një shumë në gjinjë, i linë shumë ka një letër që mu identifiku, ku do që i qojnë, me identifiku, edhe dikush idejën edhe tani u shprendake. Aty nuk du mi përmend, por njerëzit për një mes si cilëve të ka ka një mu njoni qetërin. E ke një mu të merë ke mendja që jemi në liri edhe na hade o bura se na ka ra diçka dhe hade ti një mujmë njoni qetërin. Nuk pa dasht me vequ se cilën, po se cilë për tëve a monu me bon të pa mundshmen për me pështu shokin. Një 3 ditë në kanë danë që shtu këndogu te me datë 24, në kanë transferu, nëse zgaboj me datë 24, në kanë transferu për Lipjan, do me autobusa, do me kamiona,
Ka pas fatin e keq që kam pas në ofër Ganibaleun të Mitrovicës. Edhe pat lëndu komën. Ju patoj koma. Tash ku na shdrepën prap na qunë Lipjan, pjatë jushit. Na qunë Lipjan, kishin pas bon ata kordonin, kish njerës të plagosën, që mas 4 dite dhe me thanë ti kish njerës mjo kelb vara, kryma që të shin, s'kish mas qushi pastrojmë. Se një pjesë nuk shkun me ata të plagosnit për shrem se s'dishin ka piqojnë, a ekzekutojnë, edhe një pjesë të vedhe e kanë nështë edhe e kanë ekzekutu. Ganibaliu ke për një me i lëndun. E vitam qitë ma dorën edhe mas më shok kapëm këtu. Ma ka qitë dorën kështu, unë e këmë shti dorën piksa jone. Qëfar pisa, bre, gardiantë sërbë. Ato nuk e prekshin pësën nga ne. Qëllimi tëve, më mshu mu, me lëshu unë e pësën nga ne. Edhe ato tani, mas me pas, shka me thanë do. Sa më ishin sjellë kura, po a që pas sjellën më ka shtynë, të lëshëm, tash jo për s'pa të lëshaj, i ri bre isha. Kisha energji. Ju për thash s'pa të lëshaj, që ashtu e këm kapë. Zhag të këti e shti në dhomë kërë në shti. Pse marrë thasë më lëshajshe, me si hinë mrana, tash, po të kishin mëtë bërë pëse gani. Po në ashtu kështu thatë mytën jemi, tash, po sot jetojmë, shka kemi bo. Lipjan kemi najtë teme do të 10 qëshuar. Me të nonin në kanë lidhë një natë për para. Në kanë lanë kogja gatë lidhë. U në do krisme do sanë, misi doshtë me na transferu, nalën, qashtu në koridor kemi najtë lidhë, bom resht, koridori gotë, biki njerëzve të fikt. Në lidhen me aso stega që i shtrëngohën, edhe unë edhe sot e kësaj ditë këtë pjesë nuk e nëjë këtu që mu ka pas pinë. Biki të fikt njerëzve. U ali vendosëshin, kishë edhe pjetëve që kishë me epilepsi. Të në kënë hypë në për autobusa që shtë dhe në kanë transferu për Nish. Nish kërë imi shku, dikush thash i lufta pas ka maru se elshun në qatë moment, ku kënë lajme të edhanë edhe nëse cilë ndohë në burgit, në kënë ata zmadhust e radios që elsheshin, ata komandojshin. Dhe tha, lufta pas ka përfundu. U kësu me ta drejten. Pës në lanë shumë u kësu, ata hini fil dajaki. Po njerëzit i ndosht në mes veti. Kanë bëmë për njoni qeterin aty. Ne mi kënë fillim 28 me një dhomë. Dhoma madhe, më ka 2 katë. Unë më kënë pak ma i dëpë për shnetës. Edhe që këj Ganibaliu, kënë ma i dëpë. Ne qëllu me një dhomë. Kër e bishin ushqimin, jo që i bishin kush pa di qëfar ushqimi, për që a i qesh, e mërëshin ka një lukë, se cëllim a qëtë që një lukë mu, e qëtëri a qëtë ki pëtës nga një, e mushin një sahon pak ma shumë, se ne qëtë shumë pak në për të tosa. Me marë pak vetën, do qatë solidarin kë njerëzit me zvetjat. E dëshin një qëtë, tash ku pishonit njerëzit njerëz, që ta shokin kënë mranda, i kini mu njoni qëtërit. Sot pse jemi politikisht dikun qëtër, nuk bënë bërë 600 qash ekstrem me gjujt njoni qëtër në bashkë ashtu. Kër e dishti të njëjtin vendin kënë, për të njëjtit njëri kënë heqë. E për tash unë jam politike dhe thamë shka du, jo marë se pa shka dush. E bajtra moral me pas, me gore, po me sa men muj, me dhanë për shemë, ta zonë, vebi mua remin, ose Agim Lumin, ose Isak Shabonin, ose Asla Selimin. Ej, shokët një dhomës, dojshëm një trë buk bashkë, ose kër na vishin vizitat për shemë, të shpijes që mëshkën me na prunë nëj pite, nëj fli, nëj sanë që mëshkën me hongër buk. E rruj ke bërë për ty, me të dhanë, tash duhet me shohë se a ishtë në parti qëtë. Ma, bre, se shkon kështu. Po fillimi akon kogja i fështirë në bërë të Nishit. Unë nuk e di ako mujtë mi pas 30-35 kila në atë ku. Nuk e di të sigurt, por në qatë dërejgje mi këtë pasartë pa ushqim. Pa ushqim, pa mjekim, pa... Nëse zgaboj që ashtu 30-35 kila ku mujtë mi pas. Një pasha pas 40 akon perfekt. Ashtë. Bile bëj që ma i gore me një fardosi jashtë, kur na qitën me sa kohë, me po dilin me synë, edhe tash, i të rëtë dili, e ti heqë ma izet, edhe deshë. Dhe të shumë për i thamë pat keqë, i eshë në të marë pat shihin krejt, e kësha ishte thonë në marizin të pobre, për dhe ti mos vetë është vilë. Njëri ishë me i forë siguri, për me ishë me i forë siguri. Nuk e di edhe sëtë më thanë qështë e ki kalu qatë kohë, nuk di me kalëzu dhe vetë. Nish
ka pas raste që ta pishin ka pak, edhe hishin ka njëherë te e kiranin e qeshin poshtë, ose nëzërshin edhe në koridor. Erashin, njërshin, nëzërshin ka njëherë grupu, e në Verdogollim ka pas ta njëherë bashkë me Ganibalion, dyve në nëzorën që atë haqë Liburnin mas gabofsha, se dhatë Liburna Leon, ku shakon qetër një 3-4 në nëzorën që kemë qitë kradë, di ashtë të hongër dajak. Halo isha jo që mës të mshet që pashtë zohna. Kur hinë në mranda, për më thotë Ganibalion, tha, pa tja, jenë veti, pa si ta që palizën për pjetër dzobë, tja përshet që pa dojnë mëtë. Ta një mësova, ma si mi përshin 2 copa, bisha vetë, ish nevoj më thanë. Albinin, e kënë më zgabofshan për zhrevës një herë në burgje tjera, për tani nuk e di për qështë e ka marrë gjykimin e ka kry në burgin e Nishit. Edhe e patën pru më karon një 3 muaj një herë me najtë, 7 dit një herë. Albinit, kër e kënë pru në Nish, herën e parë, e kryoj një rreth me njerëz të Liburni, me të ndretën Liburna Leo i ka najtë shumë afer. Edhe më kujtohet një kohë, unë e përmend një shpesh, Albinin qëfësi e ka pru dikush ku është qitu, e ka pru Liburni. Ai njeri ju ka pas përkushtu me ton qenjën ati njeri. Fort e ka respektu. Unë nuk e di, apo këpëtën. Nuk e di, sinqerisht nuk e di. Ama ju ka pas përkushtu shumë bre. Edhe më kujtohet ishëm të hesë, në atë krakon Liburni, Albini ishë në mes, unë isha kënajnë kiton të hesë në koridor. Ako një koridor i gjatë, 60 metra, bëjshëm levizje. Edhe komunikoj shumë, bisedoj shumë. Mes tjerësh më thëtë, Liburni tha, nuk e di shumë çfarë sistemi mundet me pas Kosova, cilë sistemi i qeverisis. Pa i më thëtë, unë shonë të ardhë me ta president Republikës Kosovës. Po, më bidhëm pat kesh, thash, mësë arrit mendën se më dhënë pëqitashët, dhe të bajgarve, ishë majgarë me zveti. Thash shumë sinqerisht të pëtëm. Këto thasho, përse, o në vërtash, ma e betë. Kemi lujtë shah shumë, edhe me Albinin, me tha drejten shah kom mujtë gjithë, se arë kom lujtë. Unë nuk jam për atyve lujtarëve të mirë, pa i s'ka ditë kur me lujtë. Të paktën se ka lujtë mirë. Kemi najtë kogja shumë. Kemi bisedu temat ndryshme, kemi bë humor të ndryshëm. Nuk du me hitë pjesa që shka dha najtë durheqi. Fundit, viti 96, 97, 98, për dhe 99, ja ka dhanë mundësien se cilët njeri që ja kon i aftë edhe e ka pas moshën me ju bashkan gjithë luftës për shqerimin e Kosovës e ka pas qatë mundësi. Ja ka dhanë do të mundësien se cilët. Pastaj, a ka hien luft, a s'ka hien luft në tjetë në se cilën unë nuk në shohën në të sana. Fundit unë për vetë vetën, në kitë pikë, jam më i lumë të në botë që emni jem ka më konë pjesë e ushtrisë qendrore të Kosovës. Që ta në një në shpirtnisht. Se shka ka bojë me Adem Demoshin. Absolutisht në bërat për mirë. është mendimi tina. A re Albinin Nish, në kohën kër ka ardhë Albini, nuk a re as Avnia, as Isoki, as Albini, as Kërkushiq. Sepse u ndroj sistemi, Rami dhe Shoviqi, e murë e ndorë Kushtunica nëse s'ga bëj, nuk na mundëshin shumë ne shuplaka ty këtu, po, ose shkojshë për shkallën ti me nërejsh dhomin që më ka ndodhë dhe vetë, më kënë hi doktori bashkë me gardiant, më kënë rep, se më hinën pak kasas, më ndohë që ta shimi, jemi pak ma shlirë, dhe që e ka njëherë të shtinë, hajtë se s'pëna rejnë, të flasë balidhe dhe të një të më zonën më rejnë mirë, tu e nërejsh dhomin. Më thënë, a konë koha ku nuk e kënë prej kurarë, unë nuk e di që shka kalu, se asë din Avnia, asë din qaj që ja konë nish me mu, nuk e din që shka kalu Albinin për zhrevës. Ta shumë njëm konë pi pjestarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Albini ka najtë shumë me mu, për me ka najtë shumë. Ka najtë edhe me Bibi Muharremin, edhe aja zan me emblemin e ushtrisë qendrore të Kosovës. Plot tjeri mi konë na.
Pa se di me këta politikantë ka njëherë për ndoket që për gjëllëzojnë njoni qetin ma tepër së duhet. Mojnë me thanë, me e kanë rej sokin e se pas kanë rej vebi ma remin. Pa në qëfë se ka rej sokin, sot e ka rej djebre, ose i ditë mas. Unë nuk gudzoj me hinë të sana. Koha kër ardhë Albinit e na, a konë fas tjetër. A konë viti 2000, pa të në ra sendet, mo tani ka pak, nuk në ngotë që në shumë. Ta kryu në disa sendet qera, për shamë dhe kënë kryu një farë puqit e burgosën që e morën burgin dorë. Nuk e ka në rasia jo. Ata kënë bo me qëllim, që mo nuk pa muna mi ma tërtu qërtu, në hada o bura në mushë mi organizu të burgosën, dhe të me hinë mranda në të bëndë një masakrë këtu. Aha, kënë tektika jo. Më në gjithë që kemi pështu. Lëpshim në nashqit edhe neve për jashtë, ju bashkan gjithë greves e të burgosinve serbë, që mu bon aty, së me ditë më tani, kur shka. Gjasht, më zgabofësha 600 në konë ata, ne jemi konë ja 200 di shka që është 300 vetë. Nuk më me hinë atë pjesë, kush s'konë sa kanë re. A i konë pjesë që ti burgi, ki pas të njëjtin trajtman. Unë kom hongër ushqim që e ka hongër edhe Albini. Unë e kom hongër në shëplak rrugës të shku që e ka hongër edhe Albini. Po për shama mu më ka vetë në vazhdimësi, që shje ardhë, i vinë ke mirë. Unë këmë liru pi burgit, ka pas ardhë Albini, në Verdë Golli dhe Libor në Leo, në shpi. Më kanë pas vizitu, ju e mirë njësë, falenderës shumë, që ka mujtë edhe mësë me ardhë heqë, po ardhë. Kër ardhë herën e dytë, grupi që e konë me njerin 136, u patën amnistu për parlamentit serbë, se ndryshu një ligjë. Nasha ishëm me njerin 125 terrorizm klasik, i thëshën ata, një metëm mrana. Edhe Albini e konë tek të erti me 7 djetur 2001-ës, a konë në burg të një aty të në. Herën e dytë kërë përnën. Ushqimin e hajshëm bashkë, lujshëm shab bashk, hesë shumë qatë bashk. Nuk mujnë detajet ashtë me kalzu qësh shka kemi mujtë me fole, bëjnë kënë temat ndryshme, qësh keme najtë bashk pak ma gatë, qësh keme pina i kafe pak ma gatë, apo gëptën, qësh duhet mi gjetë komi, se kemi pështu të ashtë me najtë me njoni qetin, me kryu, që sa forma betër, nga kemi botë ndryshme, ka pas një farë humori interesant, ka njëherë më dashke mas 2 dite me keshtë se mërë shaveshtë porën. Por gjithë se kemi kalu mirë. Ditën kër i në ardhë, me 7 djetur, kër i në ardhë, 7 djetur nëse s'ka bëj, le tjetë si datë, e kishëm radhën do ma jonë me shku më la. Shku më shkallët e poshtë atje, të dashtë me hinë, ka konë një do me madhe, tushit i në kanal, kretë për një randin ashtë ishën më pastru. Me të drejtën kënë në alëshin, ja ipshin e i pendrek, dashke ka pak më vitë ftaf me rasës, dhëmshin. Po kër nalën Albinin, e apin tash në shëplaga dhe himrana. Nuk e këshin ngutës, hini mes me edhe në ajitit që të la. Shë pak në qere, s'më dok, më tash atë trenë, dhe jomër. Shë bon, marë për më të bëni teshet gati si e liru pi burgit. Sa kishë marë vendimin që ishtë denu 15 vjetë më dogët. Më liru pi burgit në qitë fakta. Tash 10 uri, imaginohet tash në ora 4 gjysë, ka mujtë më konë erë, ko gjatë tërra konë. Dhe ishtë një farë drohë, se u shinë hotën e për të në marë që shtu, pa shaj, pa do, kushtësune për cilë, dhe s'ti shumë s'kure kanë qu. Në hidi vjetat në gjitëm i herneld, a i këqyrëm shëbabunë. Të himë rana ati, tha, mësë vanë tha, bëni teshet gati edhe kime hecë. Oja njësim i mledha, prejtë marë në hidi njerë. Të shpi vetë ata, a ka nej letër që pelironi, a ka nej vendim, a ka nej shkres shkruna, nuk ka punë e ju jetë. Aja cakë, se cakë më tërgjë, se jërët bravës. S'lerohet me të gënjeri për burgit kështu. Po në ka shku ka gjagat për besë. Ty shty me ta tash me orë, 1 orë e gjysë, nuk e di. 2. Po kemi diskutu gatë me ta, jo pelami, as pelami, dikur, po më thëtë, meri tha bohet 2 vetë, edhe hajti për këqyrën e ku pëdërzojmë. Imi shku unë edhe në iti. Ka barë një farë
kesa, qonta, sëra ko nuk e di. Imi shdrip shkollëve të poshtë, kur shkum aty po, aja ka pas Sebastian, i qeli dyrt, hinja i mranda, tha, është ndurë sigurta, kjo është i lirun, është i lirun me dekret të presidentit, atëherë Kushtonicës, me presion të Jacques Chiracit, qështu ka pas tanaj, që si mundet me mbajt me anë, Jacques Chiracit, i shkon pasardh ekstra, me presion të Unionit Pavarët Studentëve të Evropës, të Jacques Chiraci, është i lirum, thë kë. Mas bani derta se e kemi me qunë Kosovë. Qash, nga interesoj, ke mos më interesoj, ke që shaliru. A pa del li shqiptar gjallë, për që tu është të vëllon, regull është. Imi përshëndet, po shumë shpet në Kosovë, unë një keq, sot thush, unë një keq. Ashtë gjonë që, kërja kom po intervjisën, e ka përmend që mas miri me mu, po miri me ata që jenë mrena. Rruga morë, Mshel Kapia, mua në itin e kanë pas bojë lëmë për që lëmë tani me dajak, për shkak që i vanum pak në proces, kush jeni ju, jem të pa barabartë në këtë pikë. Na, ju terrorist, na gardian, dhe ti më vanuesh mu me quni njeri jashtë. Ma shkurt, e për cëllëm në rehen mirë ata, unë gjetëm në altë, unë jam liru bashkë me qëtë ta grupin që e mi kënë pasmet, me datë 27 mars të vitit 2000. Dita kër jam liru, pi burg Dobravës, në shunë burg Dobravës, dhe jam liru. Mu më vjen shumë keq shka ka ndodhë mes Najta Sonit, ashtë këtë rast dhe Albinit. A i ka mujtë më konë, veç në qëfë si shkon me naj listë serbe, nështë ta kisha mujtë më thanë prit nësë shkë njeri mundet mas më konë me neve, se nuk e kisha largu për të mellin gazet. Najiti është pi njerëzve, pi celulave të parë të shtetë formimit mund është me thanë, sepse ushtria shqirëmtare e Kosovës e ka prumu dhe shtetin, e ka prumu që tu ku jemi. Për të modhin gazep, nuk isha mujt me bo një gjatë tilë. Unë indirekt në shtaja këmë thanë, po me Albinin mos këmë pas mundësi me komuniku shtët, që është dha bon si e mora për shtetin njerin që ty primet ka hongër dajak ditën kur të kemi qu që atje, si mi konë shumë të lidhen e me zveti. Mu pas konë të lidhen që ta është jashtë me, po nuk për qështën e Kosovës, që shimi konë të lidhen mrana burgit, për besi këshëm pat punë pak ma mirë. Unë nuk e di as arsyën, as qëllimin, as nashta nuk mujme njoftë mirë edhe politikat e intereseve të ndryshme, po gjithsesi gabim i madh që ai pa thot që e ka bo presidentja, se me një rast Albinin e kom po me një video inqizim kur thot që na iti t'ja qetë dorën e thot që këja kon për atyve njerëzve që zdej ka më mlanë për jashta. Thot kush e ka po atë video, që shtu i thot. Dhe thashti ti pëdish ja i ka bo diçka për ty edhe për largohesh për një vendit punës, unë s'disha me tanë më skofsha likur të atina, nuk di. Nuk e kam idenë. Për ndryshe, si të burgosën, krejta tash ka unë kom pas kontakt, nuk ka rëndësi në cëllën parti politike mundot më konë, unë i respektoj për një me të gjithë, sepse e di që shkën kalua ta njerës. Unë e di që shna kemi do bukën për gjysë. Unë e di që një thelbë qokoladë, në qëfësi një trë i ka met, i ka dhanë shokit, e vëdën. Na që kemi pas aty familjen ofër. Ne mi konë familjen njoni për qetrin aty. Albini ja konë për mu, unë konë për Albinin. Nahiti për mu, për Albinin, për Vebim, Remin, për Agim Lumin. Ku di unë për shok që i kemi pas për rejdhe sa kësha boni. Këta e në cëllim me një subjekt tjetër politik tash. Po nuk do me thanë që unë du nga mu distancu tash pse ti mendojsh në ryshe. Hisë ka rëndësi që shmendoj unë. Unë hisë ka rëndësi që shmendoj. Unë i shoh edhe militante tri, jem tri si ju kënë shtin kry keq këtë situatë. Nuk mundet aj me shku, mi thanë Najta Sonit, ti e pjesë e Serbijës, ti e pjesë e listës serbe, ti e kështu, ti aj, shko prekja trupin e Najta Sonit. Për qiton për me folë shlirë, ti aj, ku ta prek ish i dhemë? Ku ta prek ish i dhemë ati njeri? Aja ka danë trupin, për me orë që këj vend ku jemi orë sët,
Edhe ti pithush ti e pjesë e Serbisë, kush je më ti? Kush ta dha drejt ty? Qysh po më cilëson ti mu tradhtar të kombit? Cili janë mekanizmi? Me shka e mote ti që unë kokë në tradhtori, ti kokë e patrioti? Facebook-a? Jenë keq ky popull të fërgjendi ka ardhur. Na duhet më punu natën e ditën. Për me mrënja atje kuaj, qërë bota ka marrë një këthejs në ryshe. Sot për njëse si jemi sigurt. Nësi më kënë të bashku. Në vend që na me fillu me organizu pak ma në rysh. Edhe jashtë politikës. Në shkoj me hajmë njoni qetërin. Qohet biri botës, pi Gjermenijës, shpion? Shumë lëshove ti. Cili ke qej mekanizmi që e mote ti që unë kokë në shpion e ti kokë e patriot? Kusht mirë shtu. Në duhet me kriju institucioni vetë duhet më marrë me këtë punë. Me këtu një qasje pak ma në rysh. Me dash njoni qetërit. Kemi nisë më përqa me grëbet qartë. Unë këtë familjen jashtë i kom. Ati që nuk u të zojmë kështu me menu. Po ti i gërbetit e unë i gëzovë, po në modën këfsh, me ime shqiptarë. Unë vetëm kanë pjesë e diasporës, unë vetëm kanë pjesë e mërgimit. Kërkush me zërë nuk më ka prun luft, vullnetarisht i ardhë. Jo unë, po kretë shokë që i me ardhë bashkë, që i në kanë shumët. Dhe tash vjen një kohë kur tash për diasporën duhet me folë pak më ndryshë, ose ai diasporës për ty duhet me folë diçka ndryshë. Duhet me punu pak më ndryshë, mu përafru njoni me qetërin, me po pak më ndryshë. Albini duhet me thanë lajtet që është atje e ki vendin, hec një mëmë, sepse kënë kalu një periudhë, ka gjatë ndryshë, nuk ka një notët personale, ose intereset krejt ngushta, ose i notët krejt ngushta, me të presh me një shok që i kalu pjesën më të keqe të jetës. U për libun e thamë është i qorë, mujnë më shok të në Facebook se kanë probleme që në të bojnë, nuk kanë e deloshe që. Vetë që tu ku është. Sot Albini, Libor Naleu, e ka pru. Sepse di mua betin, pjas të në shka është diskutu mrena burgit nishit, të këtër disa liru, ose që u liru. Kënë shumë të afer mes vete, edhe aty ja ka pas njësë, e përmena dhe ma herët, dhe unë e shoh president tashëm të Republikës Kosovës, dhe unë komu konë kraj djathit tina. Në pas smang njeve të një ka pakës se rri shumë me Libunin, por gjithsesi jenë u pëta fru shumë me ta. Nota dita si ka to sënë konë mërë dhe te so i zike gjumi mëranda burgit. Për një me e ka përkra shumë. Shumë e ka përkra, tash nuk e di pëse ka orë të këtërë të kjo fundit. Nuk jem edhe me interesu në fort me ditë të në zemët, se ka për nërka njeri kryt pa nevojë, edhe nuk është problem jemi fundit, është raporti tyve miqësor që ka mujtë me dalë pak për binarve, që ata vlerësojnë ma mirë ku mujnë me gjetë njoni qetën edhe ku i në konë bashkë. U folke që s'dojnë me naliru. Mu mi kënë pru teshet e portokalta, nuk i kumë vesh, i kumë tanë si vesh i korë. Na iti si ka vesh, dhoma jonë nuk i ka vesh, ku i mi konë që të vebi ma rejmi, ku shakon di kush qetë. Nuk i kemi vesh. Fati mi është që aty një gardian ja ka afru një telefon mobil në itit nga atë, ka komuniku me këta tjashtë, edhe ju ka këtë regu që na jemi në burgin e Dubravës edhe jenë ka dojnë me na trajtu si të burgosën. Edhe në mëngjes, kër i mishu, na kanë pru mëngjesin, ta mon fillu me hinë rëndë, edhe se ku këta bëjsh transferit për burgit në burg. Na iti e pasit o otën, edhe prap ka fol me dikon në telefon. Nuk e di shaj ka i thanë, tha, po na hinëm të një, nuk do shtë me marrë drejken se morë. Nuk do na me marrë drejken, hinëm a mëngjesin, nuk do na me marrë. Faktikisht fillum një farë tip greve me bo aty. U kryu një citat, nuk u dike kush pa del. Ata që i lirojshin, ishin ordinerë që ishin për vepra, vrasje, dhunime, kudijun. Neve nuk në lirojshin. Ta shë kryu për një meni citat pak më ndryshe. Edhe nuk e di për një moment e di që nuk kujtohet kush ka mujtë më konë atëherë më bësë përsen. Ka pasar me helikopter, një 10-15 vendimi ka pas shprenda për, është edhe në kënë qelë dyrë të u kriju, erdhen shumë, si e kënë 10-15 vendimi, vetë nështë e në kënë jashtë mureve të burgit. Me nënë që pjo delë situata për kontrolë, vishë një kënë hapë, në kënë shtinë autobus, një kënë hapë dyrët,
edhe në kanë imi dalë për jashtë. As kemi marrë fletë shem as kërgjëq. Tek mësa ne kryqi kush një ka dhanë. Ishtë gushëm shumë e modhe edhe me tha drejten, nuk dikshin njerëzit kam i gjetë dvet, se 2-3 autobusa për një rane, po Rameti pas shpirti është një farë bacamena i gatë. Ishtë dalë më mpreta, për në 2 mjetra kusura, kon burri i gatë. E kun po ata. Tha që ku koka i sogit tani. Për shafë më dhe ishtë një ndjeni interesante lerimi pi burgit. Po ishtë interesant. I burgosni, mrena burgit, ishe ondrët jashtë. Edhe ti ku të qohesh, zemra pi vetë një del. Po kur dalish pi burgit, është interesant, ti she mrena në burg ondra. Edhe prap njëjt, ajo ndjesia pak më ndryshe. Fillimi akon kërë e vështirë, i kum pas shokët e mirë, familjen e kum pas të mirë që më ka najtë gati, qafë materiale, se cilët për të mirë njës, jo veç, po jo me dhe bërzhlinë se cilën për familjarëve të mirë që ka najtë shumë ngatë, qafë materialisht, qafë në gjitha aspekt më ka një mundë, dhe sot asaj dite e bojnë ato, vllaznit. Vjen keq që një vlo, aj që jakon në luft, që shkati për fillimit, edhe aj për ke këtu i për Zvicrës, para 3 vjetë e ka vdek në Zvicër, se u këthuj prapë tani, misi u përfundoj lufta, u këthuj prapë në Zvicër, po vdeq, qështu jo aksidentalisht, po ka pas një farë doshqecime, ka zemra, më shkurt, pa të fatin e keq. Familjes ja di për nërë, se në qatë fillim akon kërgja vështirë, ti pa unë këthej që, dhe me neve sa marrë kërkush, që me thanë ti trajtojmë pak më ndryshe, sa marrë kërkush. Sa kemi mujtë vetë, unë ja di për nërë prapa frimbavë dhe se ai më ka simulu me shku në do mjekë, do analiza, do trajtime mi bon, edhe më ka një mund, edhe misi jam dalë për burgit, se e ka po gjendjen tembe, edhe më jam mirë njës prapë. Dhe më të kalëtu vish një rast, kisha një dhimë dhamit, ko gjatë mondhe. Misi u ra Miloševiqi dhe ishtë situata ndryshe, tani më shumë shku në qeshën edhe të mjeki për vizita. Spitali Nishti ka pas edhe Nishi Burgi ka pas edhe spitalin, ka pas trajtim. Edhe pitham në ajitit fort bratë më dhimt, dhami. Ka bërë shkota të mjeki, më shku më rada së të këshyre, së kur ta disha. Shkota. Okej. Më qunë, gardian të lemrova, tje erdhen morën më qunë. Gardioni, malazez i molit zi. Shqipen bilbil. Isha shtrinjën aty, tash me në shdamin la, cëllë i thash qyke, edhe ishi ajin pak. Tha, ti mbjem një në hotja? Thash, po. Shka ki u këshin hotin? Shi dollë, jem lërë, tash 18 kilometra i kemë në mjetë, unë jam rrët kohë si ta i krushës madhër. A këlizu histori? Këlizu dhe histori. Qëtësu pak gjendja, thësha nuk e bojnë atë zezë këta. Tha, a ki licu mirë histori, thësh, po dhe. A ki licu, tha që Skënderbeu është shqiptar, tha, a që Skënderbeu është me prejarë dhe serbe. Jo, thësh, shqiptar. Po lek dhe Guagjini, e disha ku do me dalë. Thësh, që po mdo këtë këni licu një farë histori e të rajnëshme. Folk e Shqipe dhe thash, ky na ta kemi licu histori rajnshma, ku të më ka nalë shoplak për srati. Ding, ata gardian kër e pohën, ta shti s'dite qka ku të më kënë gjujtë edhe ata. As më ndreqen domin, as më nxerën domin, qashtu zhag më qunë, në iti ha. Po ti shapate nevojta me folë, thash ma haj folke, unë që përgjigja. Më rejnë se në reqe, kër shkova në alë, atje e kom pas shtime zhig. Një dhamë, e kom pas shni zhigin, më randa për më në alë dhimta. Dhe e dhamë prej shëranë tu, kur së më ka dhimta. Unë si prind, me kam 3 vajzë edhe djalin. Jenë mirë me shkollë. Te i vonë, kërë jenë bo me ditën, s'kum folë për vetë vetën. Nuk kum folë ku jem konë shakun bo. Babi ja konë në borgë, ka që kënë mujtë me ditë. Vujtet e mija, torturat, kum fillu gradualisht. Me qëtë si përfaqe që mëse e kanë pasat moshën, që jenë pjekë pak. Këta kom bo për shkak që mi u kalëzu fëmijëve të minë rëndë parë,
edhe këto intervista që unë tash filloj ka pak edhe i publikoj, i bëjnë jo rasisht. Unë i bëjnë atë mënyrë që ky popull, ndër brezër, ka dhanë gjak për me më rënjë ku jemi sot. Vujtjet, maltërtimeve, loti nonave, shamijet, të bardha, të zeza, në kryt nonave, të motrave, voji i msheft i babalarve, shumë ka pas për me orë që të ku jemi sot. Shumë. Gjeneratët e reja, nashta është mirë me vetë brej sakin. Sa që shumë që se s'ka në impi kërkona heq, pa flitet për luftën në shtrisë qemtore të Kosovës. Kalzoj brej. Kalzoj që shka organizu dhe që shka artë e këtirë. Kalzoj që ja konë një luft vullnetarë dhe njerës kënë pas vullnet për shqerim si në konë demoralizuar. Mendoj që këto duhet nështë me shni mënyrë institucionale, mu përcjellë si mesazh që gjeneratët e reja me ditë për shabesën shkavi, i mësën qysh në ndjep që duhet me urrejt shkavin, e shqiptarin. Ndjep e mësën që duhet mas me dash shqiptarin, qysh e kemi armik shekulluar, armik të përbetum, ndjep e mësën. Na jo, bre, na e ka të zëmë qysh duhet mi thanë Kadri Veselit, kriminal. Kush je e marrë ati? Shkuma preke njëherë që preke vete njëherë. A ka flet njëri në borë, ka flet në shi. I në që njerës të ushtartë, si ka një kom të veta, pis ftofti që e ka kap ngrinja. Do ti që urë sot i thurë, ti kriminal, ti e shpion, ti kështu, ti kështu. Me krejtë mëj më konë, më shkavin së mëj më konë. Kur bës mëj? Po, unë jam e Shqipnijën. Unë jam rritë në gjatë frujmë. Unë jam rritë të i po filmat shqiptare atëherë në atë kohë. Unë jam rritë të i po Sander Prosin, Tinka Kurtin. Jam rritë me qëto mesazhën, qëto e ku marrat. I më shelë shumë dritaret, mas me na po, me rëndë vlozit rishëm, një dile, se në dile të këqirëshin filmet Shqip. Mas me na po në shpion që jem të këqirë film, se ka lajmë rejke dhe në dilë këtë e lashe, këshu fëmi, të vëgjel. Me po filmin Shqip, me radhe bëjshëm. Në qëta dile ti kime këqirë, sot, ti sot, ta shqohë të taj, ti, unë nuk jam me Serbinë, as me Greqinë. Unë nuk jam me ata që jenë kundra vendit tem. Nuk muj më bu. Jo, s'len organizmi edhe me dash, s'munësh. Në ta franë shka dënë, s'len, as gjaki s'len. Ndrysh duhet më sjellë. Ndrysh, për besë, unë këtë fles, 80% që dheve kanë më më shoh, pse pa fletë qështë. Po në të shojnë, nashtë. Nashtë dikur ka me i rarë nërmendën. Kënë kalu që ta njerëz dika në përdo etapa. Jenë re zhag ta njerëz, kanë derë gjak ta njerëz, akona si gjalla si degën. Pa gjemtyr i ki njerëz sot. Pa gjemtyr, pa trup i ki. Po tjes që ki kriju kushte, shkalit, po tje ki bo vetë gjykatën special. Pak ma fellur e du të mi hikë të dhe samë, kush është ai njeri që e votën një leq me që vetën bërgë? A ka? Po jo, vëllë që janë të, ka njëherë dhe janë të obligime që përbes në shatë nuk muna mi marrë vesh. Po dikur shqetër, thota di shka ma mirë nësë dikur shqetër me shko. Unë, krejtë që muj me thanë është lavdi gjitha tëve që e kanë dhanë. Respekt për këta gjallët se cilin për tëve. Ne jem të shku si gjenerata avash, po më shefin edhe gjurëmt, po është mirë me përshkru edhe me mbajt men. Mbajt men se nuk jemi ardhë bashkë rasisht të këtërë të që tu ku jemi sot.